Kandilote urimi tani më po fiket jari hidhrimi sa e këndshme është aroma e bajrami dhe për ton thellë në zemrën e muslimanit dhe për ton thellë. Assalamu alaikum të nderuar dëgjues dhe miq të radios Dituria Islame. Ju përshëndesim të gjithë juve që në këto qaste po na ndiqni në transmetim të drejtë për drejtë. Kemi ardhur në emisionin e radhës Jeta me Kur'an. Është cikli i 14 i këtij emisioni që po vazhdon të transmetohet në valët e radios Dituria Islame, edhe sonte si çdo të martë do të jemi me profesor doktor Hafiz Hajreddin Hoxha, me të cilin do të realizojmë pra këtë emision. Ne në hyrje të këtij emisioni e përshëndesim doktorin dhe i dëshirojmë mirëseardhje në program. Selamu alaikum doktor, mirë se keni ardhur. Aleikum selam, rahmetullah moderator. Mirë se ju gjejmë dhe mirë se i gjejmë edhe teleshikuesit tanë, ndëgjuesit tanë, radio ndëgjuesit tanë, kudo që jetë. Mirë se vinë. Dhe i lutem me Allahu dhe lëshano për sukses tonin dhe tuajin dhe gjithë atyre të cilëve na ndëgjojnë me sinqeritet. Amin, faleminderit. Të dashur miq, ky emision i sonëm do të jetë me vazhdime, do të jemi në 2 javë për shkak të temës që është më e gjerë dhe do të ketë më shumë për të diskutuar në këtë temë. Dhe kryesisht ky program fokusohet tek morali, do të jemi në fokus të këtij emisioni. Përmbajtja e këtij programi është përsëndetje, domethënia e etikës edhe moralit, natyra e etikës e moralit, po ashtu është një pjesë e fokusit që do të fokusohemi, do të flasim sigurisht për vlerat e etikës e moralit në Islam, sigurisht një vend veçantë zë edhe qëllimi i etikës në Islam edhe moralit sigurisht në Islam. Pastaj do të jetë një fokus i veçantë po ashtu tek dobit personale të etikës edhe moralit dhe një dobi tjetër ose një hapësirë tjetër do të zë edhe dobit e etikës e moralit në këtë jetë, po ashtu dhe dobit e etikës dhe moralit në jetën tjetër. Do thotë, siç e kuptuat nga kjo përmbajtje, i tërë fokusi i këtij programi dhe i këtyre 2 emisioneve pra do të jetë mbi moralin, mbi etikën dhe gjithçka që ka të bëjë me etikën dhe moralin. Prandaj unë ju ftoj të gjithë juve që po na ndiqni të vini me pyetjet tuaja, pyetjet të cilat do të mund t'i drejtoni në këtë emision të sonëm, duke na u bashkangjitur me anë të mesazheve ose thirrjeve telefonike në pjesën e fundit të programit nëpërmes numrit tanë të telefonit, i cili është +383 44 888 698, nëpërmes Viber mund vini, po ashtu dhe nëpërmes WhatsApp e të gjitha rrjeteve të tjera komunikuese. Dhe do të kisha lutur si çdo javë që fokusi i pyetjeve tuaja të jetë mbi temën në të cilën po flasim dhe mbi etikën dhe moralin, do thotë që sonte e kemi si temë trajtimi ose si përmbajtje në të cilën do të fokusohemi së bashku me doktorin. Prandaj, unë duke mos dashur që të humb shumë kohë, menjëherë do të kaloj fjalën tek doktori për të nisur trajtimin e kësaj teme, ndërsa ju që na ndiqni nëpërmes Facebook dhe YouTube do ta keni të pasqyruar me slajdet të përgatitura enkas për këtë emision nga profesor doktor Hafiz Hajreddin Hoxha, i cili me përkushtim të madh është përkujdesur që edhe ana vizuele e dukjes së këtij programi të jetë në nivelin e duhur, do thotë çdo gjë të pasqyrohet me slajde të ndryshme të punuara enkas për këtë program. Prandaj për këtë gjë e falenderojmë dhe i kalojmë fjalën menjëherë për të nisur trajtimin e kësaj teme. Faleminderit moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli.
Gjitha falënderimet, gjitha lavdatat i qofshin dhe i takojnë vetëm Allahu xhalla shanuhu. Salavatet tona, selamet tona, të gjithë me zemër, këto ditë të bereqetshme i drejtojmë dhe i dërgojmë pejgamberit më të mirë, të dashurit tonë, të dashurit Allahu xhalla shanuhu, Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam, paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi të, shokëve të tij, familjes së tij, për tërë besimtarët që e kanë ndjekë dhe ndjekin në rrugën e tij dhe do ta ndjekin deri në ditën e fundit të kësaj jete. Vëllezër të ndershëm, motra të respektuara, kudo që t'jeni, mirë se vini në emisionin ton Jeta me Kur'an. Para se të fillojmë detalet e këtij emisioni, më lejoni që në emër timin dhe të familjes sime t'ua uroj edhe festën e Fitr Bajramit dhe urime u qoftë edhe festa Bajramit. Allahu kabul ibadetet, Allahu kabul inshallah xherimin, Allahu kabul lutjet tuaja dhe tonat, sakrificat, vepra që ai kemi bë. Inshallah na i ka pranuar Allahu xhalla shanuhu, na i ka fal gabimet dhe inshallah hatri këtyre veprave të mira, hatri agjerimit, edhe këto problemet ekologjike, këto smundje, këto pandemi, Allahu xhalla shanuhu i largon nga ne dhe kthehemi jetës sonë normale. Besimtarë të ndershëm, vëllezër dhe motra kudo që t'jeni, tema e sondit siç po tregoi edhe moderatori është tejet me rëndësi. Është fjala për etikën apo moralin. Do të ndalemi disa të pika për domethënies së moralit në aspektin etimologjik dhe leksik. Do të ndalemi te natyra e etikës dhe moralit, vlera e etikës apo moralit në Islam, qëllimi i etikës dhe moralit, po dobia e etikës apo moralit, dobitë e etikës apo moralit personale në këtë jetë, po ashtu dhe dobitë e moralit të mirë në jetën tjetër. Ky emision, inshallah, do të realizohet me 2 takimet tona, inshallah, për natyrën e këtij emisionit që është shumë sensitiv dhe tejet do të thotë i zgjeruar dhe do të mundohemi inshallah që kajmakun do të thotë e këtij emisionit ta përmbledhim këto 2 takimet tona. Sa për i kujtim, sistemet islame mos t'i harrojmë. Si funksionon Islami? Funksionon me sisteme, me rregulla. Sistemi akaidologjik, sistemi moral etik, sistemi familjar, sistemi social, sistemi politik, sistemi ekonomik dhe sistemi do thotë human i veprave të mira apo me fjalë tjera sistemi i vakufeve. Të gjitha sistemet, po kur integrohen të gjithë së bashku, e mbajnë shtetin, i mbajnë edhe muslimanët dhe popujt të cilët jetojnë në ambrellën e këtij shteti. Kështu funksionon. Dhe këto janë ato sisteme që i ka përmend Kurani dhe Muhamedi alayhi salatu wasallam. Prandaj në pjesën e parë, vëllezër të ndershëm, unë me plot respekt kam një apel që përmban në brendit e saj një mesazh, një thirrje që të bëjmë një revolucion moral në shpirtin tonë, që të bëjmë një revolucion të heshtur në shpirtin tonë, që buron nga zemria, nga brendia e zemrës së muslimanit të sinqert, e që reflektohet, do të thotë, ky moral në sjelljet tona me të tjerët. Prandaj është koha që të bëjmë reforma shpirtërore, që të ringjallemi përsëri dhe kjo ringjallje, ky start i kësaj reforme apo këtë revolucioni të heshtur, pa fjalë, pa problem, pa zhurmë, me fillu nga brendia e shpirtit tanë, nga brendia e shpirtrave tanë, dhe kur ne, dhe thot, jemi të sinqert dhe jemi gati për këtë reform apo për këtë revolucion, për këtë rilindje shpirtërore trupin ton, inshallah nga shpirti do të dalin refleksionet në sjelljet tona me të tjerët. Prandaj është koha që ta ristartojmë jetën tonë përsëri, do të thotë me bismillah, në emrin të Allahu xhalla shanuhu, wa fillah, dhe për Allahun xhalla shanuhu, le të jetë kjo reformë
apo kjo ringjallje shpirtërore. Se bukur jemi lodhur këtë aspekt. Bukur jemi të lodhur shpirtërisht dhe psiqikisht, e mos flasim pastaj edhe me sjellje, sepse na mungon shumë morali dhe etika islame në tërë kornizën e jetës tonë. Sa i përket një diagnozimi tani para se të hymë, do të thot në kuptimin etimologjik dhe leksik të moralit apo të etikës, dhe çka na flasin fjalorët shqiptar apo shqip, dhe çfarë domethënie ka ajo do të thot në terminologjinë islame, para se të flasim këtë çështje, po një diagnozim të shkurtër si zakonisht për gjendjen tonë morale, aspektin rajonal, po edhe regional, do të thotë, po edhe ndërkombëtar, personal, familjar, social, është mirë të bëjmë një diagnozim. Pyetja shtrohet, në çfarë niveli është morali ynë? Fjala tani njerë po ndalim tek muslimanët. A jemi të pajisur me moral të mjaftueshëm? A jemi të pajisur me etikë islame, si kërkon Allahu xhaleshanuhu dhe pejgamberi i tij alayhi salatu wassalam? Prej notës 10, nga notës 10, sa kishim mja dhënë vetës? Çfarë note kishim mja dhënë vetës? Nëse duhem të jemi, nëse dëshirojmë të jemi të sinqert, çfarë note ja kishim dhënë vetës në aspektin moral? Këto pyetjet mas parën e pyes veten time. Drejtohem vetes time, shpirtit tim. Po, dhe çdo kush nga ju le t'i drejtohet shpirtit të tij dhe vetes së tij. Në aspektin familjar, sa ka notën me moral të tij dhe me etikë të tij? Në aspektin social me të tjerët, çfarë note i jep vetes? Po, dhe përgjithësi në aspektin pastaj të adhurimeve fetare. Po, dhe efektit të adhurimeve të fetare në jetën e tij, shpirtin e tij, në çfarë niveli kish me ardhur. Pa egzagerim, unë tash po përgjigjem për veten time, dhe kështu është objektiviteti dhe metoda e këtyre çështjeve. Po startoj nga vetja ime, që kërkoj nga Allahu xhaleshanu me na i fal gabimet tona dhe me na përmirësua dhe me na udhëzua në moralin më të mirë, se vetëm ai ka të drejtë apo ka është i plot fuqishëm me na udhëzua në moral të mirë dhe me largu nga unë dhe nga ju atë moral të keq, se askush nuk ka mundësi me na largua përpos tij Allahu xhaleshanu. Notën vetes time, unë muj me adhën një notë mes mirës, ndoshta shumë mirë, po është vështirë me arritë shumë mirë. Një notë të mirë, një 3, të keq, një 3 plus, që të pare sill në këtë çështje. Po mundohem ditë e natë me edukua veten, po mundohem ditë e natë me stërvit veten, po mundohem ditë e natë me trajnua veten në aspektin akademik, në aspektin fetar, po në aspektin do thotë po të sjelljes së moralit me të tjerët, ka zhvilloj, nëse bën me thonë një aktivitet të brendshëm apo një luftë të madhe me shpirtin tim, me vetitë e mia, që çdo njeri është i kurdisur me vetitë e mira dhe të këqija, ka zhvilluar një dinamik, mirë po akoma nuk e kam arritur suksesin. Ta fjalë që po i flas, Allahun e kam dëshmitar dhe do t'ja përgjegje për këtë fjalë. Mirë po, jam duke luftuar dhe i maksimum që ta arri shkallën. Që ta arri shkallën e lartë, mirë po akoma s'ja kam arritur. E tani edhe ju, çdo kush, pyetini veten tuaj dhe shtrojani këto pyetje me sinqeritet, ku jeni këto nivele që ka i përmend. Aspektin familjar, aspektin do të thotë po social, pastaj aspektin e efektit fetar, sa po ndikon namazit e une, sa po ndikon agjerimit e une, sa po ndikon leximi i Kuranit e une, sa po ndikon shok të une, po mate veten mirë dhe notoje veten me objektivitet, me drejtësi dhe pastaj do ta shohësh se ku je. Kur i them këto fjalë, i them me keqardhje vëllezër të ndershëm, sepse një prej shkaqeve të dekadencës së muslimanëve dhe të imazhit të keq të muslimanëve sot në tërë botën,
është edhe morali i keq i muslimanëve. Etika jo e pjekur, jo e zhvilluar, jo e mirë në sjelljet e tyre, në fjalët e tyre, në veshjet të tyre, në veprat të tyre, janë ka dërgojnë mesazhe flash dhe shumë të shpeshta negativisht mbarën botën, dhe tani bota në tërësi, bota globale, ka marrë dhe thotë edhe një ka marrë trem, nëse bën me thonë ka marrë një trem, ka marrë huj, frikë, apo me fjalë tjera fobi, janë bo islamofob, po kanë frikë nga ne. Pse po kanë frikë nga ne? Që jemi objektiv, se na me veprat tona, me punë tona, me moralin ton dhe me etikën ton jemi bashkaktar numër 1 që ata të rinë indiferent larg nesh dhe të dyshojnë për sinqeritetin ton, për fjalët tona. Kjo është një analizë aktuale, globale, duke filluar nga universitetet, duke filluar nga stafi që punon për universitetet, nga shokët e mi, duke filluar do të thënë nga fakultetet të ndryshme, nga studentat, vajzat apo djenë, nga vendet apo ministrit fetare të fesë, imam, shokët, hafëzlar, hoxhallar, po xhamati në përgjithësi nuk është në nivel të duhur. Morali islam, etika islame, shumë ka një formalitet, nëse bën me qujtë dhe një kamuflazh, një formalitet të jashtëm, ndërsa realiteti dhe brendia e sjelljeve e shoqërisë apo lidhjeve tona me të tjerët, krejt është diçka tjetër. Aty për aty jemi gjendje, dikujt na mi thonë selamun aleikum, aleikum selam, si je vllau im, ai e mirë, si po kalon, si të ndahemi nga ai, aty për aty, në të shumtën e rasteve jemi gjendje, po që ati që i theti vllau im dhe përshëndetje me selam dhe e qite dorën në zemër, aty për aty automatikisht nëse kërkohet rasti tani, ti kthehesh dhe atë e gjuan pas shpine. Bën gibet, po fol pas shpine, e kritikon atë, po mendon ndoshta edhe keq për atë, po dhe çka është një më azez dhe thot mund çka është një diçka më e keqe, ndoshta edhe e bën. Dhe nëse je në punë, dhe nëse je në fakultet, dhe nëse je në ministri duke punu, punë shtetërore, e tani, për të ripërtrir kontrata e punës tënde, po tani ti je ndoshta edhe në gjendje, sikurse çka kemi parë shumë institucione akademike dhe fetare, po në botën arabe, po edhe në vendet tona do thot, po kolegët bëjnë problem njëri tjetrit. Mirën me thashë thane, po bëjnë gibet, folin pas shpine dhe hajnë mishin e vllaut të tij apo mishin e të vdekurit, mishin e vllaut të tij të vdekur, siç Allahu xhaleshanu shprehet në Kur'an. Mos flasim aspektin etik të marrëdhënieve sociale në treg, shitore, tregtar me njëri tjetrin. Mos flasim do të thotë sa të sinqert jemi në shit blerje, sa na i përmbahemi kritereve islame dhe botrore, sa na e ofrojmë mallin e pastër dhe të mirë për me e shit dikujt. Po, këtu ka mjaft çka flitet. Inshallah do t'i debatojmë këto çështje në emisionin e ardhshëm me izin Zotit xhaleshanu. Sa i përket problemeve tjera sociale, po vllau me vllaun, ndoshta një murr në shtëpi i dan nuk e bëjnë ziaret njëri tjetrin. Një vëllezër nga një nënë dhe nga një babë, të cilët do thotë nuk e vizitojnë njëri tjetrin. Ndoshta edhe nuk flasin me njëri tjetrin. Ndoshta edhe nuk do thotë nuk mendojnë keq ditë e natë për njëri tjetrin. E besa ves ka edhe ndoshta edhe sillen edhe fizikisht keq. Runa Zot. Ku tash e këtë vllau kjo është haxhi. Ndoshta edhe ky tjetri është haxhi. Ku tash po shoqen e këtij vllau të madh, edhe ajo haxhike. Po shoqja e vllaut tjetër edhe ajo haxhi. Çka është halli i haxhilerëve e haxhikeve do të thotë po jo me fol, jo me mendu mirë, jo ziarat me vë. Çka është një më azez ekziston mesin e tyre. Ishte kjo një hyrje do të thotë.
një diagnozim i gjendjes sonë morale, që më të vërtet është koha tani për revolucion që apelova në fillim dhe për start do të thotë edhe një startim të mbar me emrin e Allahu xhaleshanu dhe për Allah ta reformojmë, do të thotë ta ripërtrim shpirtin ton dhe me ndjenjat tona dhe moralin ton që të jemi më të dashur te Allahu xhaleshanu. Kjo ishte një diagnozim dhe një analizë jona, besoj që ka qenë pa egzagerim dhe shumë shkurt i kam ra këtyre çështjeve, se koha nuk na mjafton me hi detaleve sepse na presin pika tjera të emisionit. Po kalojmë në kuptimin etimologjik dhe gjuhësor të etikës. Çka ne kuptojmë me këtë çështje? Së pari njerë, fjalorët shqip, si e kanë komentuar këtë çështje? E kanë komentuar dhe thotë kështu: lëndë mësimore për parimet, për normat e për rregullat e sjelljes e të qëndrimit në një shoqëri të caktuar, a në një rreth shoqëror, po ndërsjellje e ndershme, ndershmëri, grua me moral të lartë, ishte me moral të keq, u prishën për çështjet morali. Këto janë të domethënjet të thotë që edhe ne pajtohemi çka na flet fjalori shqip. Pastaj kemi edhe kuptime tjera. Tërësia e forcave të brendshme, shihni tani ku pajtohen me ne, tërësia e forcave të brendshme që e shtyn njeriun të veprojë. Do të thotë, për revolucion, për reforma, neve na duhen forca të brendshme shpirtërore, vëllezër të ndershëm, çka apelova në fillim, që kjo forcë e brendshme neve na shtyn me vepru pozitivisht dhe mirë. Që kjo forcë e brendshme na shtyn njeriun të veprojë, të qëndrojë, ato plotësojnë një detyrë. Gjendja e brendshme shpirtërore e dikujt, shihni, kjo është shumë e rëndësishme, ky definicion. Gjendja e brendshme shpirtërore e dikujt ishte me moral të lartë ose të ulët, morali i ushtrisë gjatë luftës, po i skuadrës, i shokëve, ishte shumë i lartë, fitoria o angriti moralin, e tjera. Kuptimet të bukura, të thella, të logjikshme, që ne pajtohemi plotësisht, edhe Kurani pajtohet me këto çka kanë folë deri tani. Kjo do thotë që ne kupton fjalën moral. Ndërsa pse na po përdorim edhe etikë? Çfarë dallim ka etika dhe morali? Po shihni tani edhe këtu sa janë të lidhura me vetë. Etikën e kanë shpjeguar do të gjuhëtarët, po tan shqiptarë, po shkenca që studion moralin. Etika do thotë një shkencë madhe që studion moralin, karakterin klasor e historik të moralit, normat e sjelljes së njerëzve, si një nga format e ndërgjegjes shoqërore, po sjelljet e ndërgjegjes shoqërore, detyrat e tyre kundrejt njëri tjetrit, kundrejt shoqërisë, atë dheut, shtetit, përpara, i kanë përdorur këto termat etika marksiste, po leniniste, materialiste, komuniste, etika idealiste, e tani na këto pas 3 pikave, mundemi tani edhe me shtua, me thonë edhe etika po islame, s'po them islamiste, po islame, apo kuranore, etika fetare. Edhe këtu do të thotë pajtohemi me këtë koment të cilët e kanë dhënë gjuhëtarët në aspektin etimologjik, në aspektin do të thotë leksik të moralit, të etikës. Pastaj kanë dhënë edhe kuptim tjetër të etikës, tërësia e normave të sjelljes, morali i një shoqërie, i një klase të caktuar, a i një grupi shoqëror, i kanë përdorur përpara gjatë kohës së komunizmit etika proletare, revolucionare, etika borgjeze, çështje etikës, vinë në konkludim me këto domethënie që edhe morali edhe etika janë të ndërlidhura fort mes vetë. Kur themi do thot morali, po i kemi për qëllim do thot normat, rregullat e sjelljes me njëri tjetrin në shoqëri, po të sillemi me ndershmëri. Po kur të them dikujt ti je i moralshëm, do thot me të vërtetë është i sjellshëm. Por nëse dikujt i thuhet diçka, ti nuk je i moralshëm, nën kupton do thot që ai njeri nuk është i sjellshëm. Po, nën kuptojmë kur e përmendim fjalën moral,
tërsinë e forcave të brendshme, do të kemi të bëjmë me shpirtin, me atë botën e fshehtë të njeriu që nuk e din askush çka ka, vetëm Allahu xhalla shanuhu. Se nga shpirti do të buron ky moral. Po, qofti mirë, po edhe qofti keq. Kto është ajo burimi, kto është esenca. Forcat e brendshme që e shtyn njeriu, do të thotë, përpara të veprojë, qoftë pozitivisht apo negativisht, kjo do të thotë është moral. Edhe etik, po këtu etikën e kanë përmend dietar, po shkencëtar, shkenca që studion moralin, karakterin klasor, do të thonë si një lloj, po do thotë drejtimi, diturie do thotë, apo metodologjie dietarëve që studion do thotë sjelljet e njerëzve me njëri tjetrin, sjelljet, ndërgjegjet e shoqërisë me njëri tjetrin, detyrat dhe obligimet me njëri tjetrin. Tërësia e normave të sjelljes. Prandaj kur themi morali i dikujt, etika e dikujt, a kemi parasysh të gjitha këto do thotë nënkuptohen. Edhe ana shpirtërore, edhe ana publike apo asaj morale sjelljes me të tjerët. Kur flasim për moralin dhe etikën, kështu do thotë do ta kemi parasysh, po që e kemi për qëllim ajo ana shpirtërore të rregullohet, të pastrohet nga vetit e këqija, po edhe ana e jashtme, po trupore, fizike, të me qenë do të thotë plot pozitivitet, plot do të thotë bereqet, plot mirësi dhe dashuri ndaj të tjerëve. Ka lidhshmëri të madhe shpirti me anën e jashtme të sjelljes e njeriu. Disa herë kemi fokusuar dhe kemi potencuar në emisionet e kaluara që do të thotë Islami, feja islame i kushton rëndësi shumë anës shpirtërore. Do të nuk mund të neglizhohet ana shpirtërore e dikujt. Pas kësaj tani, po kalem në domethënien e moralit në aspektin islam. Këtu do thotë, pasi që e përmendëm aspektin leksik, po etimologjik, atëherë në aspektin islam edhe këtu mundëm e marrë në definicion që nënkuptojmë parimet, rregullat, dispozitat që kanë të bëjnë me sjelljen e njeriut në tërë sferat e jetës së tij. Jo tani sipas rrymës komuniste, marksiste, leniniste, jo. Sipas shpalljes dhe vizionit islam, shpalljes hynore Kur'anit dhe fjalës së Muhamedit alayhi salatu wassalam. Do thotë tërësia e rregullave, tërësia e normave, tërësia e dispozitave, rregullat që kanë bëjnë me anën shpirtërore dhe me anën do thotë të sjelljes sonë të jashtme, po që të gjitha këto do thotë burojnë nga forca e brendshme e njeriu, duke besuar në Allah, që i ka shpallur këto dispozita në Kur'anin e tij, në librin e tij të fundit, dhe që Muhamedi i dërguar i tij alayhi salatu wassalam i ka demonstruar në jetën e tij me shokët e tij. Për çfarë arsye? Për arsye, do thotë me një arsye, me një qëllim, që të arrihet kënaqësia e Allahut, po mirësia e tij në këtë jetë dhe në ahiret. Kjo prandaj është domethënia e etikës apo moralit në islam. Kemi të bëjmë do thotë diçka me shumë seriozitet. Ta kemi parasysh do thotë gjithë ajo botën brendshme e shpirtit, gjitha ato veti, gjitha ato huje çka i kemi me fjalë tjera, nëse bën mu shpreh kështu do thotë, po duhet të kanalizohen dhe duhet të centralizohen ka vizioni islam, ka vizioni Kur'anit dhe ka vizioni i sunetit të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Do thotë edhe shpirti, edhe veti shpirtërore, edhe mendimet e tua, tona çka i kemi, po duhet do thotë të ecim sipas rrugës së Kur'anit dhe sipas rrugës së Muhamedit alayhi salatu wassalam. Po dhe sjelljet tona, çka sillemi do thotë jetën tonë të përditshme, duhen këto sjelljet të jenë konform, pajtohen, të jenë në harmoni me ato sjelljet e shpirtit. Të jenë në harmoni do thotë dhe jo ta kundërshton ajo brendia e shpirtit apo mendimet e fshehta shpirtërore nuk guxojnë më arë në kontradikt me sjelljet tona trupore apo fizike të jashtme.
Nëse shohim aty ndonjë kontradiktë, mos përputhje, atëherë këtu është problemi dhe duhet të fiksohet kjo çështje se është një defekt shumë serioz. Besoj që me këtë qartësim, do thotë lidhshmëritë të shpirtit, të brendshëm dhe asaj të jashtme dhe rëndësia e harmonisë dhe pajtimit të asaj çka është e msheft, po me atë çka është e dukshme, kjo do thotë është shumë e kërkueshme me Kur'an dhe me fjalët e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ky moral tani, kjo tërësi e rregullave, këto dispozita, çfarë natyre kanë? Çfarë natyre kanë? Po, kjo etik, çka po thrasim ne, po, në një aspekt kanë natyrë islame, kanë natyrë do të thotë po hynore. Pse them kanë natyrë hynore do të thotë? Pse të shpallur nga Allahu xhalla shanuhu. Është vullneti Allahu xhalla shanuhu që na të veprojmë kështu dhe të mendojmë kështu. Është dëshirë e tij e Allahut të krijuesit ton për të krijuarin, për robët e tij që ata ta kenë një katalog, ta kenë një plan në jetën e tyre dhe të ecin po konform dispozitave dhe rregullave që ai ka shpallur në Kur'an. Prandaj me një aspekt tu nuk ka të bëjë do të thotë dora njeriu. Nuk është si në sistemin komunist apo borgjez, apo leninist, apo marksist, apo çka i përmendëm ato ma herët, tu nuk ka të bëjë do të thotë dora njeriu as pak. Tu ka të bëjë dora e Allahu xhalla shanuhu, dëshira e Allahu xhalla shanuhu, vullneti i tij, me fjalë tjera, urdhri i tij. Urdhri i tij për muslimanët që na ka thënë shumë edhe në Kur'an, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu. Edhe kjo rruga ime është rrugë e drejtë, jo e laguar, prandaj ndiqeni këtë rrugë të drejtë dhe mos i largoni saj. Është rrugë e shpallur nga Allahu xhalla shanuhu, rrugë e cila na çon drejt kënaqësisë dhe rahatisë në këtë jetë dhe në ahiret. Prandaj kjo është natyra. Po ashtu, këto dispozita, ky moral islam, kjo etik islame, ka natyrë njerëzore. Kur themi ka natyrë njerëzore, do me thonë, është ky sistem është fleksibil. Këtë njeriu mundet me praktiku në jetën e tij dhe njeriu mundet me përmbajt këtyre sistemeve hynore. Do të thotë kur flasim për etikën dhe moralin, kur flasim për rregullat islame, nuk kemi të bëjmë me diçka të pamundur. Nuk kemi të bëjmë me diçka do të thotë që nuk është e logjikuar apo nuk është e kapshme për njeriu. Nuk kemi të bëjmë do të thotë me dispozita që janë jashtë forcës së njeriu. Jo. Të gjitha këto virtytet, të gjitha këto llojet e moralit islam apo etikës islame, të gjitha do thotë njeriu mundet me i praktikuar. Dhe është në mundësinë e njeriu për t'i praktikuar. Që ashtu si do të shohim edhe më vonë. Nuk ka asgjë diçka këtu do thotë që sfidon njeriu apo është do thotë e pamundur me praktikuar. Prandaj me këtë koment apo me këtë interpretim të etikës dhe të moralit islam, mundemi do thotë këtu do thotë me konkludua se me një aspekt kjo është vullneti i Allahu xhalla shanuhu, urdhër i Allahu xhalla shanuhu, krijuesit ton, të urdhërat të shpallura në Kur'an për njerëzin dhe këto urdhërat kanë mundësi të thotë robët e tij, ne njerëzit kemi mundësi me i praktikuar. Sepse Allahu në shumë vende në Kur'an thotë la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Nuk e ngarkon Allahu i plot fuqishëm njeriu, nuk e ngarkon vetëm ato obligime që ka është nën mundësinë e tij. Prandaj na ka obliguar me 5 herë në faljen e ditë, po është diçka e mundur dhe nuk është e pamundur. Po na ka obliguar që ta agjerojmë në muajin e Ramazan, është diçka e mundur, gjatë tërë historisë popujt dhe besimtarët kanë agjeruar pa asnjë farë problemi dhe kështu vazhdon ky sistem i Allahut deri në ditën e gjykimit. Na ka thënë përmbajuni disa ushqimeve që janë halal dhe ushqeheni me ta, a problem ushqehemi me ta dhe me ushqimet halal, por na ka ndaluar nga disa ushqime që janë të dëmshme dhe haram dhe pa problem vazhdon jeta njeriu do të thotë me këto ushqime që janë të ndaluara
haram për njeriu. Nuk na ka ndalë Allahu nga uji që është esencial për jetën e njeriu, nuk na ka ndalë nga ushqimi që është esencial për jetën e njeriu, nuk na ka ndalë nga ajri i pastër, nga oksigjeni, mos të thithim oksigjen, që është esencial, dhe primar për jetën e njeriu, nuk na ka ndalë Allahu xhaleshanu që mos të pushojmë apo mos ta marrim atë drejtën tonë, fizike dhe shpirtërore dhe psiqike të gjumit, edhe të flajmë dhe të pushojmë. Nuk na ka ndalë Allahu xhaleshanu nga të mirat e kësaj jete. Qul man harrama zinata Allahi allati akhraja li ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq. A ka dikush, kush është ai i cili ndalon të mirat e Zotit xhaleshanu që i ka krijuar për njeriu? Të mirat, ushqimet, lloj-lloj ushqime, lloj-lloj pemë, lloj-lloj fruti, lloj-lloj, do të thotë ushqime të bukura, të shijshme, krejt i ka krijuar Allahu xhaleshanu për njeriu. Të gjitha janë këto halal. Askush nuk ka të drejtë me i ndaluar. Prandaj, ato gjanat që na ndalojnë edhe në aspektin moral, janë do të thotë brenda kapacitetit tonë. Janë do të thotë brenda mundësisë sonë. Mundemi do të thotë ashtu me vepruar pozitivisht, si do të shohim edhe më vonë. Pas natyrës së moralit, çfarë vlerë ka morali dhe etika në Islam? Sa i përket kësaj çështje, shumë hadithe dhe shumë ajete të Kuranit na flasin dhe shumë fjalë të pejgamberit tonë, të dashur Muhamedit alayhi salatu wasalam, na flasin për këtë çështje. Pyetja shtrohet tani për intelektualët, për studentët, për ne si besimtar, për çdo kon, a ka pas dikush që i ka kompletuar këto virtytet e moralit? A ka pas gjatë historisë njerëzore dikush që ka qenë komplet në shkallën më të lartë të moralit? Përgjigjja është po. Dhe këtë me argument kuranor në surët Al-Qalam, ku Allahu xhaleshanu përbetohet për jetën dhe moralin e Muhamedit alayhi salatu wasalam, duke thënë: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sadaqallahu al-'azim. Përsëri Allahu xhaleshanu thot: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. آيتي بار وإنك لعلى خلق عظيم. Më të vërtet, وإنك është konfirmuar në sintaksin e gjuhës arabe. Është konfirmuar, do thotë kjo fjali më të vërtet që nuk ka dyshim, ti o Muhammed, ti o i dërguari im, ti o i dashuri im, je me virtyte të mëdha dhe je me moral të lartë dhe e ke arrit pjedestalin më të lartë të moralit në çdo aspekt. Do ta shohim pjesën tjetër të emisionit inshallah, si e ka arrit pejgamberi jon alayhi salatu wassalam këtë moral kuranor në jetën e tij, me familjen e tij, me shokët e tij dhe me të tjerët. Prandaj Allah po përbetohet wa innaka, me të vërtet që nuk ka pik dyshimi se ti o Muhammed, o i dërguari im, la ala khuluqin azim, përkundër që flasin mushrikët e Mekës, pagανtë e Mekës, të afërmit e tu, kusherit e tu, axhallarët e tu, të cilët i kanë thënë pejgamberit alayhi salatu wassalam sahir, magjitar, i kanë thënë mejnun, imar, budall, i kanë thënë kedhab, gënjen dhe rën, i kanë thënë esatirul awwalin, këta fjalë që kanë na thotë ne janë pralla të shekujve të gjeneratave të hershme. Ajeti para këtij po thotë ma ente bi ni'mati rabbika bi majnun. Ti me këto të mira që ti ka dhënë Allahu, o i dërguari im, ti nuk je majnun, nuk je do thotë imar, nuk je budall se si ata kundërshtarët e fesë, të afërmit e tu, kusherit e tu, axhallarët e tu, pagανtë e Mekës, fqinjtë e tu, arabët të cilët njohin ty, ta njohin historinë tënde, ti ke qenë besnik, ke qenë emin, ke qenë i besuar të ata. Kur kanë shkuar ata në prodhime, i kanë pru florit e tyre, gjërat e vlefshme i kanë pru, si në bank, i kanë pru te ti, kanë thonë, o Muhammed, ruani, na ruajti këto flori dhe këto gjëra me vlerë, derisa të kthehemi në atë prodhime. Shumë është interesante
edhe jeta dhe qëndrimi negativ i paganëve, i mushrikëve, i kurreshëve në përgjithësi arabëve të Mekës, e kanë njoftë të burr besnik të besueshëm për më të mirë që kur s'ka gënjye i dashuri jon Muhamedi alayhi salatu wassalam, po ati e kanë ndërzuar gjitha vlerat, gjërat me vlerë, po njëtën në kohë çka ka thonë, po na nuk të besojmë ty. Shifni inatin, shifni xhelozin, shifni zemrën e prisht, mendje madhësinë që thama e botë e brendshme, morali i tyre i brendshëm të thotë ka qenë krejt i zi, krejt i prisht. Krejt do thotë, çka me thonë, krejt do thotë i keq, jo i pranuar. Pse? E kanë demonstruar armiqësinë, kanë demonstruar xhelozin, kanë demonstruar urrëtitjen, bile edhe fizikisht e kanë sulmuar të dashurin tonë, Muhammedin alayhi salatu wassalam. Allah po thotë, ti jo, nuk je i marr, ti nuk je budalla, ashtu si të flasin ata si të kritikojnë, po ti je shkallën më të lartë të moralit. Prandaj kjo është ajo përgjigje e cila do thotë për pyetjen e shtruar, a ka pas njeri gjatë historisë që i ka përmbuar gjitha kriteret e moralit? Po, përgjigja është po. Kush është ai? Është i dashur jon Muhamedi alayhi salatu wassalam, po ashtu edhe shkencëtar të huaj, si shkencëtari Michael Hart në librin e tij, po të 100 të parët e botës i ka bën një studim, po një shkencëtar anglez, po pastaj ka kaluar në Amerikë, po do thotë e ka bërë studimin e 100 burrave më të mençëm dhe më efikasitet, dhe numër 1 e ka qitë në radhë të parë Muhammedin alayhi salatu wassalam. Ajeti tjetër, me të vërtetë Allahu po thotë, ju e kishit shembullin më të lartë të moralit të mirë, të etikës, në të dërguarin e Allahut xhaleshanuhu. Po, kuptohet. Përkon është pejgamberi në shembull i mirë, shembull i pranuar, ideal, përkon është shembull mostër që duhet me ndjek, për atë i cili shpreson në shpërblimin e Allahut xhaleshanuhu, që ka besim të Allahut xhaleshanuhu, shpreson për shpërblimin e Allahut në botën tjetër, dhe dashurinë e Allahut xhaleshanuhu. E për atë është pejgamberi alayhis salam shembull ideal që duhet të ndiqet në këtë jetë. Për atë Allahu xhaleshanuhu do thotë ai i cili ndjek rrugën e pejgamberit alayhis salam, ai do thotë do të ketë shpërblim të madh. E pejgamberi është shembull për atë i cili don Allahun, po dhe përmend Allahun shpesh. Dhe pa janda. Laqad kana lakum fi rasulillah. Shifni kjo fjallë lekat, përsëri përmban në sintaksin e gjuhës arabe, fjali dhe shkronja konfirmimi, lekat, kjo fjallë le, po dhe thët, këtë çështje që ka po flet ky ajet, ka qenë uswa, ka qenë shembull, po, edhe me një kiraje tjetër lexohet iswa. Uswa dhe iswa janë dy do të thotë stilet e gjuhës arabe, dy kirajete të vërteta të shpallura nga Allahu xhaleshanuhu bi Muhammedin alayhi salatu wassalam, po shembull, hasana, shembull i mirë që duhet ju me ndjek. Laqad kana, po, fjala le, ju konfirmon, pastaj qad kana, kur përmendet në gramatikën e gjuhës arabe, sikurse në surën El-Mu'minun, qad aflaha al-mu'minun, ka ardhur kjo shkronja qad përpara, pastaj koha kaluar, aflaha kanë shpëtuar besimtarët, kur përmendet qad dhe pas saj vjen koha kaluar, kjo vërteton gjuhën arabe, po diçka të konfirmuar, është krye, është vërtet dhe nuk ka diskutim. Laqad kana edhe këtu shihni pra, më të vërtet, po në të dërguarin e Allahut xhaleshanuhu ju keni pas shembull më të mirë. Ai i cili ka erë të gjuhës arabe dhe kupton arabishtën, dhe thot i kupton këtë mirë çka po them unë. Po edhe në gjuhë shqipe po mundohemi do thot me tregu këto sekretet e strukturës së ajeteve kuranore apo të gramatikës së gjuhës arabe në mënyrë që ta kuptojmë ajetin si më mirë. Prandaj pejgamberi është shembull për ata të cilët Allahun e përmendin shpesh dhe besojnë te Allahu xhaleshanuhu dhe shpresojnë në shpërblimin e tij. Andërsa hadithet e pejgamberit alayhis salam, fjalët e tij për vlerat e moralit, çka më thanë për këtu? Hadithin e njohur, jam i dërguar nga Allahu xhaleshanuhu, inna bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Po, me rivajete të ndryshme, me
që kanë ardhur në librat e hadithit, jemi dërguar nga Allahu xhaleshanu. Çdo moral të mirë, nëse edhe dikush ka ndonjë moral të mirë, dhe padyshim kanë të tjerët, do thotë disa diçka për moralit të mirë, jemi dërguar nga Allahu xhaleshanu me plotësua dhe me kompletua moralin e mirë, virtytet e mira. Edhe në Mekë kur ka ardhur pejgamberi alayhis salam, para se të shpallet pejgamberlloku i tij, aty ka qenë një grup i arabëve të Mekës, po një aleance, të cilët do thotë ka qenë si një lloj grupi, do thotë shoqate, mundemi me thonë, jo parti, po shoqat, po grup, aleancë. Ajo aleanca do thotë ka qenë që ati të doftit mi ndihmua dhe atë zullumqarin, po me ndal prej zullumit të tij. Dhe me thonë, ai cili bën pa drejt, me ndal ato, me gjitha format e ndaljes dhe bllokimit, dhe ati të shtypurit, ati mi rikrye, do thotë vlerën e tij personale dhe të drejtat e tij, do thotë legale. Kjo aleancë ka qenë në Mekë. I ka thënë gjuhën arabe historinë e Islamit nita si Hilful Fudul, po aleanca e burrave të mirë, po të dalluarve, pleqve që i kanë bën, do thotë në Mekë. E kur ka ardhur pejgamberi alayhis salam, para se të shpallet, më një herë antarësu në atë grup, në atë aleancë, dhe vallahi ka thënë se më thrasen dhe grupe tjera, kështu çka janë do thotë për mi ndihmu atit të doptit dhe me ndal atë fortin, atë zullumçarin, unë përsëri do të kisha vepruar dhe do të antarësohesha përsëri. Prandaj, kjo ka qenë një moral i mirë, apo si një virtyt i mirë, një gjë e mirë, dhe pejgamberi alayhis salam ka ardhur, unë jam dërguar nga Allahu xhaleshanu për me kompletuar, se me mbrojt të doftin, me mbrojt të shtypurin, mazlum i thënë gjuhën arabe, po mazlum i shtypuri, anglisht i thënë oppressed, ati i cili ka po pa drejtësi, është farz me mbrojt të shtypurin. Është farz, obligim kuranor. Ndërsa dhalim, zullumqarin, ato farz me ndal çdo aspekt, me ndal zullumin e tij dhe mos përhapet zullumi i tij. Kjo është edhe me Kur'an. Prandaj pejgamberi alayhis salam, çdo moral të mirë që ka pas, aty i ka pranuar. Arab kanë pas edhe prej moraleve të mira, po mi dhën ushqim udhëtarëve, të huajve, gjë që e ka konfirmu pastaj edhe Islami, Kur'ani edhe vetë Muhamedi alayhis salam, bujaria, do thotë gjymërfllëku, me dho buk dikujt, ujë, po, ka pas traditë arabëve në Mekë, ka qenë edhe haxhilerëve që kanë ardhur, do thotë, po, në atë kohë që kanë bëu edhe kohën e paganëve, do thotë, i kanë dhënë ujë. Haxhive që kanë ardhur prej fisëve të tjera, i kanë dhënë ushqime. Po, kjo përmendet në Kur'an në surën Tauba, detajisht përmendet. E tjera. Prandaj jam i dërguar nga Allahu, këtu ka mesazh të madh edhe për ne, nëse shohim do thotë një grup, një njeri, apo një aleancë, apo një shoqëri, që po luftojnë për të mirat e njeriut, për të mirat e publikut, për të mirat e popullit, ne duhet ta përkrahim atë me çdo aspekt. Dhe nëse shohim ndonjë zullumçar, ndonjë grup, ndonjë aleancë, një parti apo me si doni quajeni, e kemi me farz për me ndal zullumin e tyre dhe mi ndihmu atyre të doptëve. Hadithi tjetër e pejgamberit alayhis salam po flet, besimtarët me besim të plot janë ata të cilët kanë moral, etik më të mirë dhe më të përsosur, dhe më i mirë për ju është ai i cili sillet më mirë me gruan e tij. Shihni pra, besimtar, po do me pas besimin e plot, duhet ta kemi moralin e mirë, etikën e mirë. T'jemi tërbije libre, t'jemi jo të pa edukueshëm, po t'jemi modest e të edukueshëm me edukatën islame. Kjo na lartëson shkallën e besimit tonë te Allahu xhaleshanuhu dhe te Muhamedi alayhi salatu wassalam, po dhe tek besimtarët. Dhe më i miri për jush, shihni çka po thot pejgamberi alayhis salam. Më i miri për jush është ai i cili sillet më mirë me gruan e tij, me familjen e tij. Nuk ka bereqet, dhe nuk shkon, është e pranuar asesi, unë po sillem keq me gruan time, me familjen time, me fëmijët e mi, me vajzat e mia, po ndërsa kur dal jashtë nga shtëpia, në çajtore, në kafe, në rrugë, bëhem shembull, konsiderohem shembull, po burr për 7 gjaqe. Kjo nuk shkon.
në peshojën islam. Po kjo është i kontradikt, e cila është i problem, i defekt i madh në jetën e këtij njeriu, zemrën e tij që duhet ta fikson, duhet ta rregullon, se përndryshe do thot nuk është në rrugë që Allahu e kërkon. Nëse je i mirë, burr i mirë, i sinqert, modest, po bujar, po i thjesht, jo mendje madh, fjalë ëmbël, fjalë bukur, i ndihmon dikujt, po nisja në shtëpinë tënde, nisja me fëmijët e tu, me familjen tënde, me gruan tënde. Po aty tregohet shëmbëlltyrën tënde, si ka treguar, si ka qenë vetë Muhamedi alayhi salatu wasallam. Po kur ka qenë nevoja, bre, i ka ndihmu gravet e tij në shtëpi, bre. Po ka bërë gjell me ta. Po kur ka qenë nevoja dhe me kep teshat të shqepura, të shkyera, e ka përdorur gjilpanën dhe i ka kep teshat e tij. Po kur ka qenë nevoja edhe me miel dhe një dele, po e ka miel edhe delen, apo devën. Po kur ka qenë nevoja me pastru shtëpinë, pa ato shtëpizat e vogla që i ka pastruar. Po i ka ndihmuar zërtjashës në çdo aspekt, i ka ndihmuar edhe bashkëshortëve tjera në çdo aspekt. Jo me thonë, valla, unë jam pejgamber, ka unë jam profesor, ka unë jam drejtor, ka unë jam milioner, ku ta di unë. Po të shtëpia je ti njeri i thjeshtë. Ti je një prej anëtarëve të familjes. Në shtëpi me fëmijët e tu, me gruan tu, haroj titujt, haroj titujt që i ki në ushtri ylla, apo në universitet që i ki, po profesor, doktor, haroj krejt këta, bënu i thjesht, modest, bënu një i thjesht prej familjes. Kjo na ka mytë neve dhe ne ka shkatru familje tona, po dikush u qërëdit edhe krejt u qërëdit, po edhe në shtëpi, po pëmban dhe thot, apo më shahone kush jam, kur koll na une, po ti duhesh më dridh, e ti ku t'hin në shtëpi, po ti duhesh më qëndru në kame, kështu, e tjera, ku ta di une, kënë efekte, të lafe. S'kun spinu i këta me këtë etikë dhe moral, çka po flasin, dhe thët, çka thret islami. Si duhet veprojmë, inshallah në detale, do të komentohen përsëri këtë çështje, dhe çka flet Kurani për këta. Prandaj, silluni mirë me familje tuaja, me fëmijët, me gratë, dhe maksimum, po normal, lindën ndonjëherë mos pajtimet, lindën ndonjëherë, po përçarjet, mirë, po duhet me gjetë përsëri pikë të përbashkët, përsëri të pajtohemi, përsëri të rregullohemi, dhe si ka thënë Allahu xhaleshanu në Kur'an, was-sulhu khair, pajtimi, paqja, po reconciliation i thënë anglisht, po razillëku, po pajtimi është më hajër. Prandaj, normal që ndonjëherë lindin dhe thot mos pajtimet, mirë, po duhet ta konfirmojmë njëri tjetrin se niyeti është i mirë, po qëllimi është i mirë dhe i pastër, dhe nuk kemi qëllim ofendues, dhe nuk kemi qëllim do të keq ndaj njëri tjetrit. Hadithi tjetër do thot, pasi tregum këta morale do thot, po dhe shumë hadithe tjera ka, tani shtrohet pyetja, çka janë objektivat, qëllimet e moralit, pas të shkojmë në pauzë, është dobia personale e njeriut, pastaj dobia përgjithshme në këtë jetë, njeriu dhe për shoqërinë, e dobia personale, dhe dobia e ndërsjellë, po reciproke në këtë jetë, të gjitha këto na çojnë neve në kënaqësitë e Allahu xhaleshanuhu për me arrit atë qëllimin më të madh që Allahu na thret në Kur'an dhe që Muhamedi alayhi salatu wasalam na thret edhe në hadithet e tij. Kjo është ai qëllimi objektivi kryesor, apo objektivat kryesore të shariatit, qëllimet kryesore të moralit dhe etikës islame. Ti më rregullu mas pari, unë më rregulluar, po pastaj kur të rregullohem unë, rregullohet të shoqëria në tërësi, të gjithë së bashku, unë dhe shoqëria, po drejtohemi ka Allahu xhaleshanu për me arrit kënaqësinë e tij. Vëllezër të ndershëm, motra të ndershme, një pauzë të shkurtër me një lehi të bukur. Një të parë mbaroj të këtij misioni të sonte, po pastaj pas pauzës do të fillojmë me pjesën e dytë. Mos shkoni larg, rini afër nesh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Faleminderit shumë doktor për këtë
pjesë të parë të programit, pra të nderuar miq, të dashur dëgjues, pas pak çastesh do të kthehemi në pjesën e dytë të këtij emisioni, prandaj ju për pak çaste do të shoqëroheni me një ilahi të përzgjedhur nga studio dhe ne do të rikthehemi pas pak çastesh në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Kryesisht sonte pra po flasim për moralin dhe për të bërë ndërhyrjen në këtë pjesë të parë të programit, ju rikujtoj edhe një herë numrat tanë të telefonit, numrat e kontaktit, të cilët ju mund të inkuadroheni e të bëni pjesë e programit. +33 44 88 698 mund të shtroni pyetjet tuaja kryesisht mbi temën që sonte po flasim, pra mbi moralin, e më pas do të mund të përgjigjemi sigurisht në pjesën e fundit të programit, pasi që të mbarojmë edhe me trajtimin e pjesës së dytë. Bëjmë një pauzë të shkurtër me ilahitën dhe dashur miq, kthehemi pas pak çastesh. Si në rrugë, si në xhami, si me shok, si me kujshi, si me babë, si me nan, pejgamberi na ka thonë. Si në rrugë, si në xhami, si me shok, si me kujshi, si me babë, si me nan, pejgamberi na ka thonë. Sjelljet mira mos me nal, zemrën tënde t'kesh moral, me moral o musliman, ti je shembull për gjithkan. Sjelljet mira mos me nal, zemrën tënde t'kesh moral, me moral o musliman, ti je shembull për gjithkan. Ma thot zemra o i mbjeri, merret në nga pejgamberi, sjellja ti ka qenë me vlerë, çdo kujsirin ja ka qenë. Ma thot zemra o i mbjeri, merret në nga pejgamberi, sjellja ti ka qenë me vlerë, çdo kujsirin ja ka qenë. Asalamu alaikum të nderuar dëgjues, miq të dashur të radios Dituria Islame, pasi që kemi pas një pauzë të shkurtër me këtë ilahi të përzgjedhur nga studio, ilahi e cila u përpoqëm t'ja dedikojmë parafërsisht temës së sotme, do të thotë që po flasim për moralin. Ne kështu duke ndërprer këtë ilahi kalojmë në pjesën e dytë të programit. E përshëndesim me selamu alaikum profesor doktor Hafiz Hajredin Hoxha, i cili është sonte bashkë me ne, siç do të martë në emisionin Jeta me Kur'an, dhe do të vazhdojmë në këtë pjesë të dytë. Selamu alaikum doktor, mirë se erdhët edhe një herë. Aleikum selam, rahmetullah, nderuari moderator, Allah shpërblet me këtë ilahi të bukur, që përputhë edhe me matematikën tonë, e që na përforcoj shpirtërisht dhe psikikisht, dhe inshallah dhe dëgjuesit kanë qenë të kënaqur me këtë punë që po mundohemi me vënë dhe me shërbyer dinit islam. Shikues nderuar, kudo që t'jeni, mirë se vini përsëri në pjesën e dytë të emisionit tonë Jeta me Kur'an. Jeta e cila do të thotë po mundohemi me i tregu rrugët se si na shpjejnë drejt Allahu xhaleshano dhe rahatisë shpirtërore dhe psikike. Në këtë pjesë të dytë do të mundohemi tani diçka pak në pikat e shkurtra, do të thotë fushat e demonstrimit të moralit dhe etikës islame. Si mundemi do të thotë me i demonstru, si mundemi me i pa, dhe me punua me moral dhe etikë islame jetën tonë. Çfarë fush? Çfarë aspekti? Në çfarë terreni? Pastaj çështja e besimit dhe bindjes. A ka etik islame çështja e besimit? Po në ibadetet tona, po në marrëdhëniet tona, do t'i shohim tani
së bashku. Fushat e demonstrimit të moralit të mirë, ky moral që bëron nga brëndia e zemrës, ashtu si e komentuam më herët, po që ka burimin e zemër, ky revolucion, ky apel që apeluam dhe përsëri apelojmë për këtë revolucion të heshtur, këtë reformë shpirtërore, buron nga zemra dhe argumentohet në këto fusha. Prandaj i cili dëshiron të pas moral të mirë dhe etikë të mirë, apo dikush pretendon se kinse ka moral të mirë, ne tani e kemi këtë testin, e kemi këtë fushë dhe do ta shohim aspektin e besimit ton apo të tij dhe aspektin shpirtëror, si qëndron te ai në ibadetet tona, adhurimet tona. Ky adhurim a ka efekti i saj, efekti i adhurimit a është qartë dhe prezente në jetën tonë? Në marrëdhëniet familjare, a është prezent efekti i moralit të mirë? Në marrëdhëniet sociale, a është prezent etika e mirë? Në sistemin politik të deputetëve, parlamentarëve të ndryshëm, po a është prezent apo jo? Marrëdhëniet ndërkombëtare, shteti me shtet, po a janë prezente? Sistemin ekonomik, transaksionet financiare islame do të thotë, dikush pretendon se ka moral të mirë islam, mirë po në aspektin ekonomik dhe financiar është më i korruptuari, është më i rrezikshëm, ky a konsiderohet njeri i moralshëm dhe me etikë islame? Tani do të shohim këtë raste. Pejgamberi jon alayhi salatu vesselam aspektin e besimit në shumë hadithe të tija, në shumë fjalë të tija na bën me dije. Më së shumti që peshon në peshorën e muslimanit ditën e gjykimit, më së shumti që peshon, është morali apo etika e mirë. Dhe personi me moral dhe etikë të mirë arrin shkallën e atij që falet dhe që agjeron. Prandaj edhe një herë, tari po i kemi këto hadithet që na stimulojnë, që na japin gajret dhe forcë, na shtyn përpara, apo dëshirojmë me arrit shkallën e atyre të cilët falen dhe agjerojnë dhe bëjnë xhihad dhe japin dhe falen namaz nafile natën, bëjnë vepra të mira, a kem dëshirë me ardhur në shkallën të tyre? Po. Çfarë është mundësia, si ekziston mundësia deri te ardhja në atë pikë me moral të mirë dhe me etikë të mirë? Hadithi tjetër i Muhamedit alayhi salatu vesselam, ku na flet dhe na thot, nuk ka besim të plot ai i cili nuk e dëshiron për vllahun e tij atë çka dëshiron për vete. Nuk ka besim të plot, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ti po pretendon se e ki moralin e mirë, e ke shku në Qabe, e bo haxhi, e po falesh, e ke lshu mjekër, ndoshta edhe lexon Kur'an, mirë po, në zemër akoma ti ke probleme dhe nuk e dëshiron atë mirë. Vllau tënd, kujshiu tënd, një muslimani në përgjithësi, nuk ja don të mirën me atë çka dëshiron për vete. Me fjalë tjera, ti po ke dëshirë po më bë dhe i pasur. Po vllai yt nuk po ke dëshirë më bë i pasur. Ti po ke dëshirë me fjalë tjera, me qenë i shëndetshëm, pa smundje, pa probleme shëndetësore, mirë po, për atë nuk po ke dëshirë. Po mendon keq për ata. Ti po ke dëshirë dhe po ndron që familja jote, fëmijët tu, vajzat tua, të jenë në rrugë të drejtë, të jenë në rrugë të Allahut xhaleshanu, të jenë të moralshëm, të edukuar, mirë po, vetëm për vete, je po egoist vetëm për vete, për të tjerë s'ke dëshirë mi pa në këtë gjendje të mirë. E pejgamberi alayhis salam po thotë, mësuesi ynë i dërguar i Allahut, që është dërguar me na treguar rrugën e xhenetit dhe të rahatis, po thotë se ki besimin tamam, o njeri, o musliman, tut ju Zotit, nuk bën zemër ti kështu me menduar. Nuk bën zemër ti me pas kësaj lloj mendimesh të zeza, që ti shkatron edhe gjitha sevapet dhe shpërblimet që ka i bën. Po duhesh me pas zemrën me atë ndjenja pozitive, atë çka e don për vete, edhe dikujt tjetër më ia dash. Një herë Hazreti Umeri radiallahu anhu, po ka ardhur te pejgamberi alayhi salatu vesselam dhe i ka thonë, ja Rasulullah, vallahi, po ti je më i dashur tonë dhe Allahu xhaleshanu se familja, se
gruaja, se djali, se tër pasuria, mirë po nuk je më i dashur më shumë se shpirti im. Nuk je më i dashur. Pejgamberi alayhis salam çka i tha atij? I tha se ke besimin e plot. O Omer, gjuhën arabe. Pse ja Rasulullah? Tha, duhet me arrit shkallën e lartë besimit që Allahu dhe pejgamberi të jetë më i dashur te ti se familja jote, pasuria jote, se fëmijët tu, se çdo kush tjetër që ekziston në këtë jetë. Prandaj, edhe ne për me arrit shkallën e lartë besimit duhet me dash për dikon atë mirë atë që e dojmë për veten tonë. Ky është në aspektin e besimit, vlera dhe etika, vlera e etikës apo moralit të mirë. Si s'kemi do të zemër këso mendime pozitive, po besimi jon është i lëkundur. Vallahi nuk është stabil dhe nuk është i fortë, dhe është frikë për ne se si do ta takojmë Allahun xhaleshanu. Po vazhdojnë hadithet e pejgamberit alayhis salam. Shifni, një ditë po i thot shokëve të tij, pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam, a dëshironi t'ju tregoj se cili prej jush është më i dashurit e unë? A dëshironi t'ju tregoj se cili prej jush është më i dashurit e unë dhe që do të jetë më afër meje në ditën e gjykimit? Me njerë sahabët, shokët e tij janë deklaruar dhe kanë treguar interesim të madh. Heshtën. Rasulullah e përsëriti 2 herë, 3 herë. Ata thanë, po ja Rasulullah na trego bre, kush ka me qenë më afër teje në ditën e gjykimit? Kush ka me qenë po më i dashurit e ti? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai i cili është me moral më të mirë, me etik më të mirë. Andaj pa tërbije, pa edukat të mirë, pa moral të mirë, pa etik të mirë, nuk ka bereqet. Nuk ka dashni të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nuk ka dashni të Allahu xhaleshanuhu ashtu si duhet. Wallahi billahi besoni vëllezër të ndershëm. Këto fjalë vlen edhe për studentët tani kush studion apo xhallar, për shokët e mi, për kolegët e mi, po. Ju kum thonë edhe studentave në për fakultete të ndryshme ku kom ligjëru prej ditës së parë, se kur takohet ditën e parë profesori shpjegon sistemin e tij të notimit, projektet që ka kërkohen gjatë këtij semestri, detyrat, obligimet, po tematikat, e se si dan edhe leksionet, ndërta, më thosh shifni, kini kujdes dikush që po tregon do thotë po tregohet jo i moralshëm gjatë ligjëratës. Kini kujdes, se unë është më i dashur dhe më i respektuar dhe më vlerë një student i cili ka moral të mirë, dhe tregon respekt për profesorin dhe për ligjëratën, edhe në aspektin shkencor dhe të diturisë është i dopt, po mirë, po ka moral të mirë, është i edukuar, është do thotë i moralshëm, i sjellshëm, nuk mungon, po mundohet deri në maksimum, mirë, po çfarë që ka dhënë Allahu xhaleshanu. Çfarë kapaciteti i tij trunit është i fortë me kuptua, po dhe me qenë i aftë, të unë edhe nëse është i dopt në këtë aspekt, të unë ky student ka vlerë më shumë se sa dikush çka është i aftë, po dhe i shkëlqyeshëm, mirë, po moralin e mirë nuk e ka. Sjelljen e mirë nuk e ka. Pse ja do profesor, pse doktor, ata vjen arab do doktor, po lesh apo limada, po pse kështu? Përgjigjja është e qartë. Edhe iblisi në xhenet, edhe iblisi, shejtani i mallkuar, po ka qenë i aftë, ka qenë shumë, po llafazan i madh, shumë ka qenë do thotë orator, po ushtyje me Allahun xhaleshanu. Kur i tha Allahu, po atij koftlartit, bën sejdë, po me melaqet për Ademin alayhis salam, po ai me njerë kokën përpjet, edhe tregoj rebelitetin e tij, tregoj rebelizëm, tregoj domethënë dhe mos përgatitje dhe mos respekt për fjalën e Allahut xhaleshanu, tha unë do t'i bëj atij sejdë, i krijuar nga dheu, po dhe mund t'i kriju nga zjarmi, unë jam më i mirë se ai. Kështu ju drejtu shejtani. Qale asjudu liman khalaqata tina, po asjud, a mi bëj sejdë, të dikush që ka kriju nga lloçi, nga balta, po ana khairun minhu. Ajet e tjera, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Unë më i mirë se ai jam e ke kriju atë nga dheu, nga balta, unë jam nga zjarri. Atëherë Allahu xhaleshanu shka i tha, hajde, il jashtë.
Po, kale khruj minha madhuman madhura. Dil prej xhenetit jashtë, i mallkuar dhe kur mos u kthefsh, po, dhe i përbuzur. Po, ti edhe çdo kush vepron dhe ndjek rrugën tënde, të gjithë kanë me qenë që shtu do të mallkuar dhe të urrëtur të Allahu xhaleshanu dhe gjynaqar. Qala khruj minha madhuman madhura liman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama, do ta mbushi xhehenemin ata cilët e ndjekin edhe rrugën tënde. Po. Do ta mbushi xhehenemin me ata do thotë të cilët e pasojnë rrugën tënde. Prandaj shumë do të me pas kujdes vëllezër të ndershëm, motra të ndershëm. Po, student dhe hoxhallar dhe koleg, numër një tërbia, numër një edukata shpirtërore duhet me qenë prezente para dikujt, pastaj vjen aftësia dhe dituria, se nuk ka bereqet, po të jesh shumë llafazan dhe shumë po orator i madh dhe shumë të jesh do thot me fjalor mirë pa në aspektin e moralit të jesh i ulur, këtu nuk ka bereqet dhe nuk ka hajër. Nuk niset misioni me shok, me student, po edhe me familje, po edhe me një ushtri, apo me një grup njerëzish, po me një ekip punëtorësh të cilët do të jenë me moral fresht në zemër. Nuk e kanë etikën e mirë. Nuk realizohet asnjë mision, po, se të gjithë ngrejnë drejtime të ndryshme dhe nuk e përdorin forcën e përgjithshme për me realizu një qëllim. Po, e këtu Islami ka ardhur tani me rregullu shpirtin. Dhe thot duhet ajo ana shpirtërore të përputhet me atë anën e jashtme çka po dëgjojmë dhe çka po shohim. E kështu i ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, a dëshironi me qenë afër meje? A dëshironi me qenë po ditën e gjykimit më të dashurit të unë dhe të Allahu xhaleshanu? Kush janë ata? Ja Rasulullah, i ka thënë ata cilët janë me moral të mirë. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam, a dini çfarë dua ka bën? A dini çfarë lutje ka bën vëllezër të ndershëm? Po, o Zoti im, Allahumma hdini li ahsani al-akhlaq. O Zoti im, më udhëzo ka morali më i mirë. Askush nuk mundet me na udhëzue në moral të mirë përpos teje. O Zoti im, largoje, po ma largo moralin e keq, se askush nuk mundet me na largu moralin e keq përpos teje. Allahumma hdini li ahsani al-akhlaq, fa innahu la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi al-akhlaq, fa innahu la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Kjo një lutje madhe, është një lutje madhe që na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam, po që na ju lut Allahu xhaleshanu ditë natë, o Allah, udhëzona neve dhe fëmijët tanë, familjet tona, të dashurit tanë, ka morali më i mirë. Askush nuk mundet me na udhëzu përpos teje. Ja Allah, ti je i plot fuqishëm. Me na largu nga zemrat tona atë moral të keq, ato sifate të këqija, ato veti të këqija, krejt ja Allah, ti je i plot fuqishëm me na i largu dhe me na i pastru zemrat tona dhe askush tjetër. Ditën natë duhesh me u lut për Allahun xhaleshanu kështu. Vetë pejgamberi alayhis salam ka mësuar kështu, mu lut. Kurse ai po lutet, e na çka kemi që nuk lutemi? E këtu tani shumë shkurtimisht. Po, gjatë historisë islame, po këtu kanë dalë tashti edhe për me realizu këtë aspektin shpirtëror, jenë paraqit tani disa tarikate të dervishave, të shehlerëve të ndryshëm, po, që i kanë kushtuar aspektit vetëm shpirtëror, po, me zikër, me dua, me meditime, po, me tesbih, me zikër, çka thash, ndërsa ka pas aso raste gjatë historisë që do thot ana e jashtme, publike, po, dispozitave të sheriatit, namazit, agjerimit, të haramit, po, rregullorat e fesë islame, ka pas aso raste që nuk i kanë përfill jetën e tyre. S'kan punu dhe i kanë kushtu do thot vetëm asaj anës shpirtërore. E pa dyshim që kjo është gabim. Gabim sipas ajeteve të Kuranit, sipas asaj çka po flasim na, duhet që ajo ana shpirtërore, po, pastërtia e shpirtit, rregullimi i shpirtit, po, lufta jote me shpirtin, xhihadi yt me nefsin tënd, po, me egon tënde, me epshet e tua, kjo duhet me vazhdu deri në ditën e Kiametit. Hiç pa unal, deri sa të jemi gjallë. Mirë po, nuk mjafton vetëm kjo. Tash unë po bëj xhihad,
po bëj luftë, po bëj mund me pastru shpirtin tem, po ka këto veti të këqija, pa anën tjetër, unë nuk bën me lo namazin, unë nuk bën me lo agjerimin, unë nuk bën me lo haxhin, unë nuk bën me pi alkohol, unë nuk bën me pi bira, unë nuk bën të thot me bë punë dhe amoralitet, e me një jetë vallahi e kam shpirtin e mirë, e kam zemrën e mirë, po e kam mendimet e mira. Çka dëshmon për ty që e kiti mendimet e mira? Ja, pra këta çka po flasim. Morali mirë, etika e mirë. Harmonia mes asaj çka është dhe brendshme në shpirt dhe mes asaj çka demonstrohet çka shihet. Po, prandaj lutjuni me këtë dua, o Zot, udhëzona për moral të mirë, se askush nuk mundet me na udhëzu përpos teje, dhe na largon nga morali i keq dhe askush s'na largon nga morali i keq përpos teje. Shifni namazin. Namazin tash. Argument për ata cilët thonë vetëm shpirti, vetëm ana shpirtërore, po, ose falet si aspektin fizik i kryen ato ritmet apo ato ritet fetare namazin, mirë po, namazin këtu Allah po thot utlu ma uhiya ilayka min al-kitab, arabisht ajeti, wa aqimi s-salat, inna s-salata tanha anil fahsha'i wal munkar, wala dhikrullahi akbar. Lexo librin Kur'anin që të është shpallur ty dhe krye namazin. Hale namazin, krye namazin. Se më të vërtet, namazi të largon, të pengon nga korrupsioni dhe nga çdo vepër e shëmtuar. Prandaj një njeri i cili është namazli, është i xhamis, shihni tash, rregullore kjo. Ja rin gati xhamis, ja fal namazin, pa anën tjetër, është i korruptuar, nuk ndalet nga veprat e këqija, ai njeri vetëm është duke bërë fiskultur dhe ushtrime fizike, dhe se çka ka pa hajrin e namazit fare hiç. Pse po thu kështu i nderuar hafëz? Po, sepse Allah po thotë që ky namaz, që kjo frika e Allahut, e frika jote në shpirt gjatë faljes së namazit, do të thotë çanti imami kur lexon Kur'an, që kjo punë, që kjo vepër duhet të më tregullu jashtë në treg, në dyqan, në rrugë, në të thotë me të bëj më të sjellshëm dhe me ndal pe veprave të këqija. Për ndryshe, etika e namazit, po morali i namazit nuk është ky. Ti je duke humbur kohë apo je duke humbur energji, mirë po nuk po ja sheh hajrin. E çka duhet me bë? Duhet përsëri me ardh dhe me gjykuar veten dhe me llogarit veten, sinqerisht dhe me u pendua dhe me ristartua përsëri jetën tënde. Zekati. Allahu xhaleshanu çka po thotë? Shihni tash, thënë shembuj vetëm. Pa hyrë në detale, si do të shohim në emisionin e ardhshëm inshallah, po zekati. Khudh min amwalihim, Allah po thotë Muhamedit alayhis salam, merr nga pasuria e tyre, sadaqatan tutahhiruhum. Merr nga pasuria e tyre të bëj zakatin, sadakan, se me këtë tubim i pastron ata, i pastron nga gjunahet, nga mëkatet, po dhe u ashtosh të mirat atyre, lutesh për ta, sepse lutja jote është qetësim për ta, bereqet. Është bereqet. Prandaj etika e zakatit, kur ta japim edhe zakatin, sadakut japim dikujt, i ndihmojmë dikujt financiarisht, po tu nuk bën na me çu kry përpjet dhe me rit mendën tonë, dhe mi tha atij se she pra, unë e dhash, mos të shaka unë, ti ndoshta edhe kishe kapitullu, kishe vdek, unë të kom zerti fukarallëkut, nëse fillon me këtë fjalë kuku për ty, kuku. Vela tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, Allahu në Kur'an po mos i prishni sevapin, shpërblimin e sadakave të juaja, zakatit juaj me këtë fjalë bre. Mo bre se këtë shpërblimet hupin te Allahu xhaleshanuhu. Prandaj etika e zakatit, po kur e jep ti zakatin ton, sadaka ku të japish, me këtë çështë lutju Allahu xhaleshanuhu, Allah bre, na pranon nga ne, na i fal gabimet tona, pastroj zemrat tona prej gjunave. Nëse kum pas mallin tëm dëni diçka haram, dëni diçka me shybe në i fitim, inshallah ky zakat e pastron mallin tëm prej shybeve, prej fitimit jo të pastër, e le të jetë malli i pastër halal për evlatët e mi. Kjo është ajo etika e zakatit. Shkurtimisht vetëm shembuj që shifet demonstrohet në ibadetet tona. Etika pastaj shihni për agjerimin tani që na ka lë muaji Ramazanit. Agjeruesi i cili nuk e lën rënën, gënjeshtrën, nuk ka nevojë Allah për agjerimin e tij. I gjithë ditën, po duke rrejt, duke mashtruar, duke bën thashethana, po gibet, duke fol pas shpine, duke shti fesat, e duke bë shmos të në zezat, e kënena vallaj po, vallaj, jemi lodh, bajagi,
na ka lodh Ramazani apo si vjet ka Ramazani, po më thonë ka majtë fllatë, çështu. Nëna Ramazan po agjeron, i agjeruar, nëna nuk po nalesh prej fjalëve e prej llafeve, prej thashë thameve. E këta një person i cili vepron kështu, pejgamberi ka thënë, nuk ka nevojë Allah për këtë me agjeru. Se këtë ditën veç ka bërë Ramazan, e ka prish agjerimin e tij me këta fjalë. Ajo është duke u lodhur fizikisht se ka kuptuar esencën e moralit dhe etikës në Islam. Haxhi, shembull vetëm, ku shkon në haxh. El hajju ashhurul ma'lumat. Haxhi është në muaj të caktuar. Faman farada fihin el hajj, ai cili bën niyet me shku në haxh, po çka thotë Allahu xhallahu shanu, ai cili bën ja fillon me shku të zbatoj haxhin në këtë muaj, nuk duhet mu afru. Grave do thotë mos me pas marrëdhënie fare, murujt ditë caktune, se është muaj të haxhit, është koha caktuar, nuk bën të merr në përkëmbë dispozitat e shariatit, nuk bën do thotë me marr me dhe thashë thënë dhe nuk bën me shkaktu grindje dhe kacafytje e dialoge polemik. Rujuni, se kjo është etiketa e haxhit. Po, gjatë ditëve të caktuara, kur je me ihram, kur je me niyet, po jenë me mbyll. Po, se je para Allah xhaleshanuhu, i ke ndru robët e jetës, ke vesh robe tjera të haxhive, prandaj ti tani je me një gjendje tjetër shpirtërore dhe psiqike. Kjo është etiketa e haxhit, bereqeti haxhillokut. E sot, cilë prej muslimanëve jetën tonë është i xhamisë edhe shembull pesë që e merr me moral dhe me etik, i sjellshëm në dyqane, në tregë, në shtëpi. E jep zekatin ndoshta, po aman që të emrin tëm listën e parë, po që i kum dhënë që kaq parë, i kum blet tepit e xhamisë, i kum blet klimën për xhami, po i kum dhënë që kaq. Cilën për atyre të cilët thotë nuk ka nevojë vetëm Allahu e din. Normal, për evidentim, për evidencë na i mbajmë këto gjëra. Duhet të mbahen, të arkivohen për evidencë një njeri i besueshëm, mirë po, kur është nevoja për publicitet, për me i publikoj, publikojmë. Nëse nuk ka nevoja, ato rinë në regjistër. E ke lënë një ar vakuf për i Zot Zotit, e ke lënë një cop tokë për i Zot Zotit vakuf, e ke ndërtu një xhami, po për çështje evidenciale, normal s'ka problem. Mirë po me dalë me trumbetu gazetat e mediat e ka dalë për çankje. Këta janë etiketat islame. Aspektin social, shifni Allahu xhaleshano këtë ajet çka është. Nuk është vetëm mirësi me kthyt i fytyrën tonë ka qabja, po ka lindja dhe nga perëndimi, po atëherë kanë edhe kthimi i kiblës u ka Jerusalemi, ka Palestina. Allahu xhaleshano e ktheft këtë tokë në duart të antarëve apo të zotërve të tyre të palestinezëve, po Allahu i ndihmoft atyre, po Allahu çka po thotë nuk është mirësi të kthyerit e fytyrës suaj ka lindja dhe perëndimi, por mirësi është, çka është mirësia Allah? Është mirësi kur njeriu beson në Allahun, në ditën e Kiametit, në engjujt e tij, në librin e tij, pejgambert e tij, po beson në kaderën dhe vullnetin e tij. Ata japin nga pasuria e tyre të dashurve, afërmve, japin nga pasuria bonjakëve, jetimëve, varfënjakëve, udhëtarëve, musafirëve që kanë ngelur pa të holla, lypsave dhe të robëruarve për të liruar nga burgu apo nga, domethënë, ato kompenzimet në raste nëse ndodh ndonjë problem, do thotë mbytje po gabueshme që është e kompenzimi. Po, domethënë e jep pasuri për Allah, për jetima, për ata të varfër, për ata të lypsa, për ata cilët kanë nevojë. Po vazhdon ajeti aspektin social, e mirësia është po dhe kryerja e namazit, mirësia është edhe kryerja dhënia e zakatit dhe me kry obligimin e tyre, po ata që marrin diçka ndonjë obligim me besë dhe atyre besohet një punë, duhet me kry atë mirësi apo atë obligim. E mirësia është edhe ata që durojnë fukarallëkun, skamjen, sëmundjen dhe durimin e kohë të luftës, qëra llojet e mirësisë. Shifni domethënë morali islam, etika islame me tërë fushat e jetës ka të bëjë vëllezër. Jo vetëm me falje, jo vetëm me besim, po me besim. Putat të besimin në Allah, në melaqet e tij, në librin e tij, në pejgamber, në ditën e gjykimit. Mirë po, mirësia është çka? Etika është, morale është, edhe me dhanë ata të cilët nuk kanë, atyre bunjakëve, atyre lypsave, atyre të borxhlive e tjera, kjo është mirësi. Çka po thotë ajeti në fund këtu?
si po zhvillohet jeta me Kur'an. Shifni tani çka bëhet Allahu, e këta janë ata që i drojnë Perëndis. Ulaika alladhina sadaqu, ta janë besimtar të vërtet, wa ulaika humul muttaqun, edhe ata janë të devotshëm. Prandaj shifni këto fushat, këto sferat e jetës, se si praktikohet jeta me Kur'an, kur na jemi do të thotë të moralshëm dhe punojmë me etik islame. Pra sistemi islam, morali islam, kështu do të thotë buron ajo energjia, forca nga shpirti dhe shifet në tërë fushat e jetës. Dobit personale realizohen me 3 gjëra, kjo çështja tjetër që do të debatohet, me besim, bindje të shëndosh, me mendje të shëndosh dhe me shpirt të shëndosh. Për këto çështje inshallah do të debatojmë javën e ardhshme në emisionin e ardhshëm. Ju përshëndes me zemër, ju falenderoj për mirë ndëgjim dhe respekt. Allah ju shpërblet me të mirat kësaj jete dhe jetës tjetër. Walhamdulillahi rabbil alamin. Moderator me kaq, do të përfundojmë pjesën e dytë të fundit për këtë natë. E tani i marrim disa pyetje të shokëve të dëgjuesve nëse kanë diçka. Ju falenderit. Falenderit shumë doktor për këtë pjesë të dytë të programit dhe për këto sqarime shumë të rëndësishme që i bëhet sonte në këtë program të sontëm. Prandaj më njëherë do të nisim me pyetjet e të dëgjuesve tanë të cilat kanë arritur. Thotë, përshëndetje, me selamu aleikum për juve dhe doktorin në studio, desha të pyes doktorin me që është kaq i rëndësishëm morali në islam dhe i ka dhënë një peshë të veçantë Allahu moralit, a do të thotë që të pamoralshmit pothuajse mund të jenë të pafalshëm nga Allahu? Jo, mos keq kuptohemi. Jo, ata janë të falur inshallah, ata janë të mirëseardhur. Dhe Allahu xhaleshanu i pret ata ditën natë, dyert e pendimit, dyert e kthimit ka Allahu xhaleshanu të hapura 24 orë, pa ndërmjetësues, nuk ki nevojë as për hoxhallar, as për haxhiler, as për sheler, as për hafizlar, as për profesora, drejto direkt Allahu xhaleshanu në atë moment kur ti vendos me bë reforma, kur ti vendos me bë revolucion në zemrën tënde. Ata cilët janë pamoralshëm, këtu kanë defekt në zemrat e tyre dhe në kokat e tyre. Këto defekte fiksohen, rregullohen. Si të rregullohen do thotë? Normal, nëse personi dëshiron me rregullu këto defekte shpirtërore dhe psiqike dhe morale, është mundësia. Është mundësia, dietarët janë, ekspertët janë, Kur'ani është, fjalët e pejgamberit alayhis salam janë, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni ata cilët dinë dhe janë ekspert nëse ju nuk dini diçka. Prandaj, ata cilët nuk janë, se rënd po vjen shumë rënd me thënë pa moralshëm, por nuk e kanë kuptuar ndoshta filozofinë islame, nuk e kanë kuptuar shpirtin islam dhe moralin islam dhe etikën islame, nuk e kanë kuptuar, kanë qenë një jetë 20 vjet, 30 vjet, 40 vjet, 50, 60, jo të moralshëm, me mëkate, me gjitha zezat, kanë shkuar ato ditët. Tani i ndëgjova sonte këta fjalë, po, tani a je gati ti me bëni një ndryshim shpirtin tonë, një revolucion, një reformë, një shpërlarje, një servisim, po shprehem kështu me kuptuar më mirë, po, me tybe dhe istikfar. Çka është tybe dhe istikfar? Po me tauba. Me njëherë mund dal nga ato vepra të këqija, nëse je sinqert, nga alkooli, nga droga, nga trafikimi i prostitute, apo prostitucioni, apo vjedhja, apo kamata, me njëherë mund dal automatikisht nga veprat e këqija, po, me njëherë mu pendua thellë në zemër dhe në kokë. Qa ke bon, mu pendua thellë, mirë, zijeni qash me në vend të shtëpia natën, ku nuk sheh kurkush, dhe ulu me qaj, me zemër, me vaj, për gjunat e tua, për halin tënë, qa ke bon, dhe shyshur Zoti, apet s'ta ka marrë shpirtin që të gjendje, ta ka mundësu jetën të i sante, ti me bë tybe istikfar, pendohu, shumë pendohu, ja jo alladhina amenu, tubu ila Allahi taubatan nasuha, ojë të cilët keni besu, pendohuni te Allahu një pendim të sinqert. Kemi folën në disa emisione të harshme, çka do të thon fjala nasuh, do të thonë një tobe e cila është e thellë dhe sinqert, do thotë, Dhe numër 3, bëni jetë në zemër, sonte, bëni ata sikur se në telefon settings, po programohu veten, kur mo
mos më kthye. S'ka më notification, s'ka më mesazhe të gabuara me ardh, s'ka më diçka tjetër, edhe ti inshallah do të jesh i shpëtuar, do të jesh prej të dashurve të Allahu xhaleshanu dhe të dashurve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Këto tre kushtet, pendim të sinqert, ndërprerje automatike, veprave të këqija, pendim të sinqert, kushti i dytë, dhe niyet dhe qëllimi, vendosja kur mos më kthye, janë esenciale nëse i ke borxh dikujt, po në aspektin financiar, i ke marrë pare, e ke zapundën e tokë në mënyrë pa drejt, ke manipulu me letra, me noterin, me avokatin, shit berit, jënë para lufte, mas lufte, shtëpit e uzurpuara, kthejt e shok, largohet e haramit, dhe atëherë ty të pranohet të ubja. Besoj që isha i qartë në këtë aspekt, para ta cilët se kanë kuptuar, se s'po them pa moralshëm, po se kanë kuptuar esencën dhe shpirtin e moralit dhe etikës në Islam. Faleminderit. Faleminderit juve. Pyetja radhës, doktor, vjen kështu. Thotë përshëndetje, me selam për juve në studio dhe për doktorin, dhe më intereson të di se duke jetuar në këto kohë me sfida, në këtë periudhë kohore e cila na sfidon shumë me gabime dhe gjunohe të mëdha, a do thotë që për njeriu është më e vështirë pendimi, dhe nëse është më e vështirë pendimi, cila do të ishte rruga e sugjeruar më e lehtë për të penduar një besimtar për të kthyer në rrugën e drejtë? Pendimi, valla i dashur, oj motër e ndershme, hiç nuk është i rëndë, është i lehtë. Mu pendu, këtë bëj me gjuhën, këtë bësh me vendosmërinë tënde, me shpirtin tënd, domethënë. Hiç nuk është pendimi i vështirë. Po vullneti, problemet tani është vullneti dhe vendosmëria jote dhe sinqeriteti yt. Ti sa do të jesh i vendost apo e vendoste, dhe ti sa do të jesh i sinqert apo sinqert për fjalë çka po i thon. Çka po i thu? Se me pendu është shumë lehtë. Astaghfirullah, po pendohem te Allahu xhaleshanu. Po pendohem për gabimeve, ato tre kushte i tregova unë. Po ndërprehem automatikisht, po nuk kthehem kur, dhe çka vendosi, do thot mos mund. Po më pendohem shumë për ato që kam bërë, dhe kur nuk kthehem, rregull. Edhe vazhdoj një ditë, dy ditë rregull me këtë gjendje. Po shkaku i sfidave tani, shoqërisë së keqe, mediave të këqija, përsëri unë vinë në grackën e shejtanit dhe në kurthin e epshit. Përsëri zhytem në moçalin e gjunave të lloj-llojshme. Çka më bën? Zhytem nga dobësia e zemrës, zhytem nga dobësia e imanit. Përsëri unë njeri me personalitet të dopt, me iman të dopt, apet bro mashtrova, apet mashtroi shejtani, po shkova në disco club, po shkova në klubin e natës, po e qova një got, e qova një birë, e kalova natën dikun, ku s'duhet me kalu me haram, po përsëri ty të thret Islami, përsëri ty të thret Kur'ani, dhe mos u dorëzo. Mos u dorëzo, do thot. Ti do të jesh me një luftë të vazhduar kështu. Do të vazhdon me shpirtin tënd dhe me egon tënd dhe me nefsin tënd. Do të vazhdon. Mirë po, mos haro. Mos haro këtë. Nëse tallesh, nëse pendohesh, sa hajt me niyet, Allah i mi fal, Allahu Ghafurur Rahim, Allahu falsi i madh, është i mëshirshëm i madh. Po pendohem me këtë qëllim që më kthy përsëri në gjuna, kështu, ke kujdes, është shumë një zonë e rrezikshme. S'po them që Allahu s'ta pranon, po jetu lut shumë, do të thotë me Allahun xhaleshanu, është rrezik që edhe mos më të pranuar. Është rrezik që edhe mos më të pranuar mendimi yt, nëse ti tallesh, i bën hile vetes dhe mundohesh me i bëj hile edhe Allahu xhaleshanu. Po sonte, po kaj, po falë namaz, po shkoj në xhami, po apet nesër prama, apet kthehen në rrugën e mëshme. E kështu Allah thot në Kur'an, wala tattakhidhu ayati llahi huzwa. Mos i merrni dhe mos i përbuzni, mos i merrni në përkëmb, mos i merrni në përkëmb, po ajetet e Allahu xhaleshanu, dispozitat e Allahu xhaleshanu, shenjat e fesë islame mos u tallni, mos u tallni. Largon nga shoqëria e keqe, largon nga i vendi keq, largon nga banesa nëse jetu dikun, i ki cimert,
çka janë rrugës të keqe, nëse tu banu me qiradi kur një student, largo prej tyre. Kusht është për me pas efekt, po shëndeti yt psiqik dhe besimi yt dhe morali yt islam, sikur sa aspekti i pandemisë. Ti mu largu për vendit ku janë të infektuar personat. Ti mu largu, nuk ka që të rrugdalje. Nëse rrin me qëta shokët e njëjtë të këqij, me ato shoqet njëjta, pi nëse je motër, po çka po ndëgjon, ti përsëri do të zhytesh në mendime. Prandaj duhet më largu nga ata, me gjetë një ambient të pastër, po mu izolua vet, s'po them u fut në karantinë, po mu izolua, po dhe me startu një jetë të pastër. Kështu ti e shpëton veten dhe je më afër suksesit. Allahu ndihmoft, Allahu edhe neve na ndihmoft, edhe çdo kënd i cili është i sinqert dhe vetë Allahu xhaleshu. Faleminderit. Faleminderit. Doktor, kemi në inkuadrim telefonat të radhës. Selamu alaikum, mirë se erdhët. Aleikum selam. Unë deshta me pyetën hoxhën, ajetin surën Hashr që thotë o ju që keni besu, që keni përgatit për ditën e nesër se Allah është mirë informuar. A ka mundësi hoxha pak me aliburu këtë gjallë? Edhe a është ky ajet që i mbulon çështjen e moralit kështu në përgjithësi më shumë? Faleminderit nderuar hoxhi për pyetjen. To ajetet në surët al-Hashr, në fund të surët al-Hashr, ja ju alladhina amanu ittaqullah, o ju të cilët keni besu, ta keni dron, frikojeni Allahu xhalla shanuhu, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dhe çdo kush nga ne let jeti kujdesshëm, çka po vepron, çka po përgatit për ditën e nesërme. Shifni, shumë është ajet që e falenderojmë Haxhiun për këtë pyetje dhe për këtë rikujtim, shumë është me rëndësi që këtë ajet ta kemi gjithmonë parasysh në makinë, në dhomën tonë, në punëtorinë tonë, po në zemrën tonë, Allahu xhalla shanu. Edhe me çfarë punë ti po shkon nesër te Allahu xhalla shanu. Wal tanzur, urdhër Allahu xhalla shanu. Nefsun, çdo shpirt, po ma qaddamat lighad, çka ka përgatit për të nesërmen apo për atë momentin e ardhshëm që të vjen. Wattaqullah, edhe kini kujdes Allahun xhalla shanu në çdo aspekt. Përsëri, po fillon ajeti, ja ju alladhina amanu ittaqullah, po pregojeni Allahu xhalla shanu, kini kujdes, jeni të vetëdijshëm, çka po veproni, ha? Me çfarë po shkoni te Allahu xhalla shanu, po shkoni dur thot, apo po shkoni me vepra të mira, apo të fund ajeti po mbaron wattaqullah, inna Allaha khabir, se Allahu fort mirë është i njoftuar se na çka veprojmë. Prandaj është shumë e rëndësi kjo, domethënë ky ajet të gjithmonë të na rikujtojë neve për këto vepra, do të thotë edhe për moralin dhe etikën islame. Domethënë, ndihmi shpesh ti Allahu na të shtine, vetëm na jemi të kujdesshëm. Selam aleikum. Po, Aleikum selam. përsëri mirë se erdhe. Apo në gjëram. Po, ju dëgjojmë. Përshëndes hoxhën. Deshta me pyetën se ajetin surën Hashr që është, po e që thotë Zoti, o ju që keni besu, që keni përgatit për ditën e nesrit dhe se Zoti është mirë informuar. A ka mundësi hoxha pak me elaboru këtë ajet edhe a është ky ajet që përket pak edhe çështjes morale? Po, Haxhi i dashtën e elaboru me doktorin, do thot pasi e morëm në herën e parë pyetjen, kështu që e kemi shpjegu dhe patjetër në radio mund ta dëgjoni. Nëse keni ndonjë pyetje tjetër, me kënaqësi do të Ani brose ju ndëgjoj një lidhje, Faleminderit. Selam aleikum te ne. Selam. Do shta i ka shku doktor pak me vonesë atje për shkak transmetimit. Nuk e kemi marrë pyetjen. Mirë, do të vazhdojmë edhe me një pyetje tjetër, doktor, që është me shkrim e ardhur si pyetje e fundit të paktën deri tani. Apo do të marrim një telefonat, më pas do të vazhdojmë me leximin e kësaj pyetje. Selamu alaikum, alo, mirë se erdhët. Selam aleikum. Aleikum selam, mirë se keni ardhur. Më falë edhe një herë, nuk po dëgjoni mirë.
Shëndet profesor të dëvërim Shitë Bajrami. Faleminderit. Faleminderit. Keni ndonjë pyetje për profesorin? Ajo? Po, ju dëgjojmë. Keni ndonjë pyetje për profesorin? Po, shëndet si u të rime Bajrami dhe profesorit. Faleminderit. Dhe shku që edhe për shpjegim dhe të ajte që shpjegoj profesori apo të dhe më thola rrën gjërë tjerë. Pyetja ishte ishte që në pajtim profesori në folën për moral për det. Më fal, të kërkoj falje. Po dëgjoni pak dobët, nëse ka mundësi të dilni në një pjesë ku keni më internet më të mirë për shkak se po vjen zëri me shkëputje. Po, që me një. Faleminderit, më i bani halal. Nuk do më gjatë të shpashme me vëshme. A do të ishte në pajtim profesori bravo që fitet. Faktisht folim shumë që më në rreth moralit tipi. Do të ishte në timi edhe pak para sporca, për ligje për zbatimin e moralit. Për shembull, do të përndi këto ku jetën për momentin janë ligjet janë do pika që zguzon njëri me të jashtë që të moralit dhe normal të shkollat. Në botën tonë e keqarje, shumë dhe kemi të liga të këshilla ato që shpoj dhe profesorit. Po më gjitha me pak si në brapa. Do të ishte vajtim që po thonë dhe këto morale duhet pak pa procesur. Si më thonë ati një liga pak kontrolit. Apo si që me dhe me fjallën tonë në shperiat. Faleminderit, do të mundohemi me atë sa kemi kuptu të japim një përgjigje për shkak të internetit të dobët, nuk e di sa kemi arritur ta kapim pyetjen saktësisht, por gjithsesi do të përpiqemi bashkë me doktorin ta rielaborojmë pyetjen këtu. Aleikum selam. Doktor, me sa dëgjova unë të paktën, dhe me sa arrita me kuptu është krahasimi me ligjet e tashme edhe sheriatin, të paktën me sa arrita unë ta kuptoj, nuk e di ju, a keni atur të merrni diçka më shumë sepse është edhe unë që tu pajtohu me ty. Po. Që tu tani është puna, ligjet, po marrë parasysh tash në Perëndim ku jetojnë ata vëllezërit apo te na. Sa i përket moralit të përgjithshëm, etikës së përgjithshme. Shihni këtu duhet bëjmë një dallim. Sot ne mundemi lirisht me konfirmua dhe pa dyshim se në aspektin formal ligjet perëndimore, përgjithësi, ligjet perëndimore, shtetet të ndryshme, në aspektin formal, po ata kanë disa etika që do të thotë ndoshta edhe më të mira se sa shumë vendet muslimane, në aspektin e jashtëm. Për i përmbar atyre do thotë rregullave apo moralit publik, etikës publike, nëse bën më shpreh do thotë sa i përket pastërtia e rrugëve, po thotë të mos bëjmë zhurmë në tren apo në autobus, në mjetet e transportit, ta respektojmë rendin, nëse jemi duke pritur diku në lokal apo në një supermarket për të blerë diçka, po të jemi të sjellshëm gjatë rrugës, po e tjera ta janë, i kemi vërejt në shumë vende, sidomos kur kam qenë në Japoni, po në Singapur, është diçka, është e pabesueshme se kinezët apo japonezët ku kanë ardhur këtë aspekt. Rregull? E tash edhe me përqindje, në dallime të vogla, edhe Perëndim, Gjermani, në Zvicër, në Angli, shohim kështu. Dërsa dikun vendet arabe, muslimane, tek ne trojet shqiptare, këto gjanat akoma do thotë populli s'kan ardhur në gjendje për me i mirë kuptuar, apo nuk janë ngrit në këtë nivel, në këtë moral. E këtu ne duhet të ngritemi përpjet. Ata na kanë kaluar këtë aspekt, na kanë kaluar do thotë këtë aspekt, i kanë praktikuar këto etika tona, çka po i flasim na, dhe jeta atyre është sistematizuar më mirë se sa jeta jonë. Në aspektin social,
në aspektin do të thotë publik, është sistematizuar shumë më mirë se sa jeta jonë. Edhe jeta e muslimanëve, qoftë në Arabi këtu te na apo trojet tona shqiptare. Deri këtu besoj që i pajtoni edhe ju. Po problemi tani çka është? Etika islame dhe morali islam nuk mjafton me kaq. Ata e kanë praktikuar këtë pjesën e jashtme, ndërsa tani në islam edhe në Kur'an, si do të shohim inshallah edhe javën e ardhshme, po ekziston edhe etika personale, morali personal i njeriut. Gjë që këtu ata kanë ngel, të gjithë kanë rrë poshtë, me përjashtime të vogla. Do me thënë morali publik, etika publika është prezent, ndërsa tani etika personale, shpirtërore, individuale e njeriut, këtu tani ata kanë problem. Kur them këto kanë problem, tani po i tregoj disa shembuj. Tash prej etikës morale që muslimani do thotë nuk guxon me rrejt ku personale, individuale, duhet me konsideru zemër, rrena, është ndaluar rrepsisht. Sa tani ata praktikojnë këtë çështje, do thotë që nuk gënjen kur jetën e tyre private, as me veten e tyre, pas edhe me atë publike. Ka, mundemi do thotë me gjetë, edhe po edhe jo. Po kthejmë tani, aspekti moral dhe individual islam, etika islame, po mendimet mira pozitive me pasti për dikon tjetër. Mendime pozitive. Po marr parasysh kush është ai para teje, deri në atë moment kur sheh diçka keq nga ai. Kur sheh diçka keq, rrezik, atëherë ti do thotë aktivizon veten tonë forcat tua për më rujt. A fillimisht ti duhesh me mendu pozitivisht për dikon tjetër. Sa jenë në gjendje ata me mendu pozitivisht mirë për njëri tjetër? A keni pa për shpesh herë, po unë po tregoj shembuj tash. Erdha në Osaka, në Japoni, mora trenin më ardh, po nga aeroporti mora trenin më ardh në Osaka 40 minuta me tren të shpejtë. As kush, as që ofruar një fjalë me të pyet, do të thotë se nga je kush ka na ke nevojë për ndihmë diçka. Derisa unë ofrova me pyet dikon anglisht se ku është ky stacion, se këtu më duhet me shdrip te hoteli. Çdo kush e këshir ka hallën e vet, punën e vet, ose lexon të në libra apo diçka. Po sa kemi pa në perëndim në Gjermani, në Zvicër, që kojshiu, se njeh kojshiun e tij. Shiun e tij nuk e njeh fare. As nuk don me njoft vela. E ka pas raste që kam vdek persona dhe xhenazat, kanë filluar do thotë edhe xhenazja mu prish kufoma, nga era keqe kanë ardhur do thotë ndihma e shpejt nga jashtë dhe kanë thyr derën se nuk ka pas hyrje dalje. Mirërisht, shifni. Këto smundje kanë dëpërtuar edhe në botën arabe, edhe këtu në Arabi të na. Edhe shumë, kene më pa edhe në Arabinë Saudite, po edhe në Katar këtu, po ka shumë raste që edhe kujshia nuk e njeh, as ndoshta edhe nuk i flet. Mirërisht, kjo nuk është islame. Etika morale islame tani mendimi mirë për dikon tjetër. Etika morale islame është tani çka që me luftu ti do thotë me lig burimin e pastër halal të fitimit. Rroga jote më kon liburimit pastër. Pse? Po mban familje, po edukon fëmijë dhe se do të përgjigjesh para Allahut. Sa kjo etik dhe ky moral është prezent, është kjo moral individual, ndërgjegjja e tij, zemra e tij, sa kjo është prezente do të thotë tek ata të perëndimit që ai përmenda, edhe pse publike, aspektin publik janë në rregull ndoshta, po këtu kanë probleme ata. Nuk mendon ndoshta a fiton prej alkoolit, a prej bigjozit, a prej drogave, apo do një shesin domethënë armë, apo barna kimike të ndaluara, apo diçka tregti e ndaluar, po shumica, po du më pasturu. E shumë raste tjera tani nuk po duhet të thotë me një detale, ne kemi në islam edhe moral individual. I thënë akhlaq at-tahalli, i thënë gjuhën arabe. Morale, etika cilë do ti do të ëmbëlsohesh me ta, pasurohesh me ta. E këta janë akhlaq al-muamalat me tjerë në moralit, domethënë sa i përket me marrëdhëniet sociale, kjo është tjetër. Ja kemi edhe akhlaq, edhe moral dhe etik, at-tahalli biha al-fadail, wal akhlaqiyat, po virtyte, çka do çdo person mu hijeshu dhe mu pasuru me ta. E këtu ka dallim perëndimi nga muslimanët. E këtu tani vim na me alternativë kuranore dhe me Kur'an dhe me programe
që na edukojmë edhe shpirtërisht njerëzën, po edhe publikisht. Besoj që isha i qartë pak për përgjigjen e këtij vllavut sonte, dhe besoj që më do të program sonte po tamam, nëse nuk ka ndonjë pyetje tjetër në rëndësi. Mendoj se është një pyetje me rëndësi, ndoshta do të mund të përgjigjemi shkurt, por po besoj që do të jetë e rëndësishme. Thotë kështu, cilat shtresat të popullsisë janë më të prekura nga dështimi në moralin e tyre? Më shumë janë të prekur rinia, mosha e shtyr, mosha e mesme apo fëmijët? Cila shtresë e popullit është të prekur? Po këtu, sipas analizave tona dhe studimeve tona, nga morali i keq, nga etika e keqe, thashti këtu futen të gjitha shtresat. Edhe fëmijët, edhe familje, por thamë familje, këtu tani janë fëmijët me mosha të ndryshme, po vinë tani edhe prindërit me mosha më të shtyra. Dhe thot, sherri, dëmi i moralit të keq, rreziku i moralit të keq është i gjithanshëm. I kap, apo nga ky moral i keq, efekt, do me thonë, ku mundet mu efektua negativisht, po mu infektua negativisht fëmijët, prej moralit të keq të vëllezërve apo të motrave, më të mëdhenj, vëllezërit dhe motrat më të mëdhenj nga morali i keq i prindërve dhe etika e keqe e tyre, dhe kështu pastaj këta kur dalin në shoqëri, shkojnë në shkollë, takohen me të tjerët, e reflektojnë ato që kanë në shtëpi. Prindërit e reflektojnë atë moral, atë etik, të cilët do thotë e kanë jetën e tyre bashkëtorë, dhe kur shkojnë dikon ndoshta edhe nuk janë në gjendje më kuptua apo më mirë kuptua, dhe ndikon edhe kjo negativisht. Prandaj nga morali i keq, sipas analizave tona, infektohen apo kanë ndikim të madh, domethënë konsekwencat janë të mëdha, efekti është shumë i madh negativisht, gjitha shtresat, nga fëmijët, nga ata që kanë moshë rritur, adoleshent, edhe pastaj vinë edhe moshatarët. Këtu tani qëndron obligimi i shtetit, obligimi i ministrive, arsimit dhe edukimit, se me çfarë morali dhe çfarë etike na po edukojmë fëmijët tanë nëpër shkolla, se si duhet të vishen ata, se si duhet të ushqehen, me kënd duhet të shoqërohen, çfarë fjalor ta përdorim, si të sillen me mësuesit, arsimtarët e tyre, si të sillen në rrugë, si të sillen në shtëpi. Ky është obligim tani esencial i çdo prindi, çdo institucioni, çdo shteti. Këtu vjen tani Kurani me alternativën shpëtuese, edhe fjala e pejgamberit alayhi salatu vesselam, që atë kemi ideal, që thamë që në fillim, prandaj kur i themi në fëmijëve tanë, në shkolla, në punëtorëve në kompani, po antarëve të familjes në shtëpi, shihni pra modelin ton, shihni pra idealin ton, Hazreti Muhamedi alayhi salam, se si është sjellur, çfarë morali ka pas, atëherë të gjithë mundohen me këshyr këtë ideal, këtë njerëz madhështor, këtë njerëz të bereqet alayhi salatu vesselam, që ka dërguar Allahu xhaleshanu rahmet për neve. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dërgimi i pejgamberit ka qenë rahmet për ne. Allahu na ndihmoft, Allahu na ruaj nga morali i keq, nga etika e keqe, se është me të vërtet një temë nxehtë dhe kem nevojë inshallah me elaboruar dhe javën e ardhshme dhe me kuptuar realitetin e gjendjes sonë dhe rëndësinë e çështjes së moralit në sistemin islam. Allah ju shpërblet, ju falenderoj sinqerisht për inkuadrimin dhe interesimin tuaj dhe moderatorët dhe ju falenderoj. Të shifemi inshallah në emisionet e ardhshme. Selamu alaikum. Aleikum selam, faleminderit shumë doktor për kohën, për ligjërimin dhe për shpjegimin e kësaj teme dhe sigurisht dëgjuesit tanë do të kenë mundësinë, pra të gjithë ju që po na ndjeshni, do të mund ta dëgjoni pjesën e dytë të programit sot një javë dhe do të vazhdoj me trajtimin e temës së njëjtë, prandaj ju ftoj të bëheni pjesë e programit edhe gjatë javës, pse jo me pyetje, mund t'i shkruani, ne do t'i arkivojmë që është tema e njëjtë edhe në javën e ardhshme dhe do të përpiqemi që t'i seleksionojmë ato pyetje të cilave nuk arritëm t'ju përgjigjemi sonte. Doktor edhe njerë ju përshëndes dhe ju falenderoj shumë për kontributin dhe kohën tuaj. Asalamu alaikum për juve dhe një javë të mbarë deri në takimin tonë të radhës. Aleikum selam, rahmetullah, ju përshëndes edhe unë, Allahu ju ruaj. Ne mirupafshim. Mirupafshim.
Të dashur miq, të nderuar dëgjues të radios së Dituria Islame, ishim në transmetim të drejt për drejt në emisionin Jeta me Kur'an. Ishte edicioni i 14 sonte që realizuam së bashku me profesor Dr. Hafiz Hajreddin Hoxha. Ishte ky transmetim i drejt për drejt në radio Dituria Islame.net dhe kështu së bashku diskutuam me doktorin, do të trajtimi i sonte ishte mbi moralin, ishte tema e cila u trajtua sonte në këtë emision të drejt për drejt. Prandaj, në emër të stafit të radios Dituria Islame, në emër të gjithë ekipës që përkujdesen për realizimin e programeve tona të drejt për drejta, dhe në emrin tim Avni Lugishi, ju përshëndes duke ju dëshiruar një natë të qetë të mirë, nesër një ditë të mbar e të suksesshme, deri në takimin ton të radhës, mbesni të përshëndetur me selamu alaikum. Natën e mirë.